Mishtyr News, përshëndetje. Qëndrojmë së bashku minutat në vijim, do të përcjellim informacionin e fundit, do të ndjekim edhe gjithçka do të ndodhë në kohë reale. Analiza e ADN-s ka hedhur dritë mbi rastin e përdhunimit të 12 vjeçares në Pogradec. Burime pranë grupit hetimor bëjnë me dije se kjo analizë ka përputhur materialin gjenetik të fetusit me atë të dyshuarit 67 vjeçarit të identifikuar si Rushan Selko, i cili rezulton se ka patur njëje familjare me familjen e vajzës. Sipas informacioneve, mitura ka dëshmuar në prani të psikologu duke treguar për kërcënimet e vazhdueshme që janë bërë për të mos publikuar ngjarjen. Ndërkohë familjarët janë marrë disa herë në pyetje, ndërsa hetuesit po punojnë për të dokumentuar çdo detaj të rastit të rëndë. Prokuroria e Tiranës ka regjistruar procedim për vdekjen e biznesmenit italian Massimo Ferro. Çështja po hetohet nga prokurori Florian Borici, i cili ka sekuestruar kartelat mjekësore dhe ka kryer veprime të tjera hetimore. Ndërkohë është në pritje të autopsisë së Institutit të Mjekësisë Ligjore Shqiptare. Ngjarja ndodhi në datën 22 dhjetor 2025 në QSUT, ku 55 vjeçari ndroi jetë pas operacionit në stomak për humbje peshe në një klinikë private. Paralelisht, hetime po zhvillohen edhe në Itali, ndërkohë që familjarët e biznesmenit kanë përfaqësues ligjor për të zbuluar shkakun e vdekjes. Ata pretendojnë se biznesmeni nuk ju është bërë analiza dhe kontrollet paraprake përpara se të futej në sallën e operacionit teksa ngulnin këmbë për drejtësi. Kryeministri Edi Rama dhe Ministrja e Ekonomisë dhe Inovacionit Elina Ibrahimaj ditën e sotme zhvilluan një takim me kryeinspektorin e përgjithshëm dhe drejtuesit e inspektoriateve të vendit për fazën e re të reformës së sistemit të inspektimeve. Në krah të Ramës ishte kryeinspektori i ri i përgjithshëm deputeti demokrat Dash Sula, i cili mori edhe detyrën vetëm pak ditë më parë. Kjo është daleti e parë. Në fakt, në krah të kryeministrit, në fjalën e tij Sula shprehu mirënjohje ndaj besimit që është dhënë nga kryeministri për një detyrë të tillë, ku thekson përkushtimin dhe përmirësimin që do të jetë thelbësore gjatë këtij rrugtimi. Dashmir Sula dështoi elementin e rrushfetit, ku tregoi se do të ketë zero tolerancë nëse konstatohet diçka e tillë për çdo inspektor. Është mbledhur këtë të premte Komisioni për Reformën Zgjedhore. Gjatë fjalës së tij, bashkëkryetari i këtij komisioni, Damian Gjiknuri, i cili përfaqëson Partinë Socialiste, theksoi se produkti i këtij komisioni do të bëhet në bashkëpunim me OSBE-ODIHR-in dhe do t'i çohet Komisionit Evropian. Sipas Gjiknurit, drafti duhet të jetë konsensual mes majorancës dhe opozitës. Brenda 2 javësh të krijojmë kushtet për një tryezë me të gjitha partitë për ligjin për financimin e partive politike. Produkti i këtij komisioni do të bëhet në bashkëpunim me OSBE-ODIHR dhe do t'i çohet Komisionit Evropian. Drafti do të duhet të jetë konsensual, tha Gjiknuri. Sipas Oerd Bylykbashit, bashkëkryetari demokrat i komisionit, nuk duhet të përsëritet ajo që ndodhi në vitin 2020, ku dakordësitë e arritura u prishën dhe në parlament u votua diçka tjetër. Mirë, majoranca dhe opozita duket se janë ulur në një tryezë për reformën zgjedhore. Detajet të këtij takimi të parë do na i përcjell zoti Fatmir Mediu. Zoti Mediu, përshëndes dhe falenderoj. Përshëndes. Në këtë fazë të parë, cili është qëllimi kryesor i opozitës, zoti Mediu? E para një qëllimi besoj kryesor i opozitës, por edhe i gjithë shoqërisë shqiptare është garantimi i zgjedhjeve lira të ndershme, dhe për këtë duhet një ligj i cili ta kthejë parlamentin në kushtetutshmërinë e vet. Nuk mendoj që as liderët politikë dhe as kush nuk ka dije më shumë se qytetari se kush do të jetë në kuvend. Prandaj mendoj që ne duhet t'ia kthejmë të drejtën e votës qytetarëve shqiptar për të zgjedhur se kush do të jetë deputet në Kuvendin e Shqipërisë, dhe jo vetëm thjesht emërimi nga partitë politike. Unë e thash edhe sot, me 60% e Kuvendit të Shqipërisë është i emëruar, nuk është i zgjedhur. Dhe kjo nuk është më republikë parlamentare dhe degeneron pastaj në marrëdhënie që kemi parë të një shërbimi ka shi pushtetit apo të një debatit pafrytshëm.
Në këtë aspektin konkret teknik, sot ishte një diskutim që ushtrua me grupin e ekspertëve, të cilët janë përzgjedhur që të bëjnë punën e tyre, do të thonë në pikpamjen ligjore dhe teknike. Dhe është mirë që të ketë një ndarje të qartë ndërmjet vullnetit të qendrimit politik dhe punës teknike pa i mbi vendosur njëri tjetrit. Unë kërkova në këtë takim që duhet patjetër të ftoheshin përfaqësues të Odirit, cilët kanë asistuar në këto reforma her pas here në Shqipërinë, dhe pastaj zoti Gjiknuri theksoi që po, është një mundësi për këtë edhe për përfaqësuesit të Evropës dhe të OSBE-s. Sa më tepër faktorë ndërkombëtar kemi të involvuar, mendoj që aq më pozitive do të jetë, jo vetëm për shkak të eksperiencës që bien, por dhe mundësisë për të arritur një konsensus. Por thënë të gjitha këto, ajo që unë dua që e thash që në fillim dhe dua ta përsëris është kështu e kemi filluar që në 2013 me fjalë të bukura, me dëshira të mëdha dhe kemi përfunduar në reforma të cilat nuk kanë konsideruar fare shqetësimin e OSBE Odirit, ose kanë degeneruar në ndryshime kushtetuese dhe ligjore që kanë shërbyer vetëm pushtetit. Dhe nuk pajtohem me faktin që kjo ka ndodhur vetëm në 2020, në njëjta gjë ndodhi në 2025, në njëjta gjë ka ndodhur që në 2013. Që nga 2013 deri më sot ne nuk kemi pasur një reformë zgjedhore në Shqipëri. Zoti Mediu, si e shikoni përqasjen e majorancës Partisë Socialiste? Është e prirur për kompromis në rastin konkret? Jo e thatë, është takimi i parë, ka fjalë të mira dhe pozitive, po është një shprehje e popullit, fillimi i mirë gjysma e punës, apo jo? Po kur fillimet përsëriten me të njëjtën gjuhë, nuk mendoj që është fillim i mirë, është do të thënë përsëritja e një lloji komedie që bëhet her pas here, padyshim kolegët e mi të Partisë Socialiste mund të kenë vullnet, por unë kam pas dhe kam bindjen që manipulimi i zgjedhjeve nga zoti Rama nuk është bërë se nuk ka ditur çka ndodh, por e ka organizuar në mënyrë tillë për të cëdruar sa më tepër pushtet dhe ekonomi për klanin e tij. Dhe këtu kemi degeneruar nga një palë zgjedhje në një palë zgjedhje tjetër. Dhe pavarësisht se ç'mendon Gjiknuri apo ç'mund mendojnë një antar tjetër i Komisionit të Reformës Zgjedhore, Rama bën përzgjedhjen e tij në mënyrë të njëanshme për të manipuluar zgjedhjet, qoftë me ndryshime kushtetuese, qoftë me përjashtimin e koalicioneve, qoftë me formula të cilat do të thonë gjysma e mandateve apo votave të opozitës, të atyre që nuk hyn në parlament i shkojnë padyshim Partisë Socialiste duke përfituar 8 ose 9 mandate pa drejt nga vota që nuk janë Partisë Socialiste. Kështu që në këtë pikpamje unë mendoj që është shumë e rëndësishme mënyra si do veprojë opozita. E para, unë nuk mendoj që ne mund të japim të ndryshojmë epizodet caktuara të kodit zgjedhor për t'i dhënë majorancës mundësinë për të bërë propagandë që po merrem me reformën zgjedhore dhe ka miratuar atë që ka mundur. O duhet bëjmë reformë zgjedhore ose nuk duhet bëjmë reformë zgjedhore të plot, sipas rekomandimeve të OSBE Odirit, duke marrë me radhë faktin që shteti dhe partia në pushtet janë njësuar, janë për një. Dhe si duhet zgjidhur kjo? Një rrugë është qeverisja teknike dhe elementë cilët duhet jenë funksionar për të rikthyer institucionet. E dyta është intimidimi i votuesve dhe blerja e votës dhe involvimi i krimit të organizuar në manipulimin e zgjedhjeve. E treta është përdorimi i patronazhistëve dhe administratës shtetërore në shërbim të pushtetit të Partisë Socialiste dhe pastaj është dhe financimi i partive politike edhe administrimi i zgjedhjeve. Të gjithë këto elementë duhen parë në tërësinë e tyre dhe nuk mund shikohen të shkëputura nga njëra tjetra. Opozita nuk duhet bëjë gabimin që të shkojë për zgjidhur momentet të reformës zgjedhore, por duhet zgjidh problemin e reformës zgjedhore. Dhe më kryesorja për këtë reformë zgjedhore për mua është që opozita më shumë se kushdo tjetër duhet ketë në krahun e vet qytetarët dhe duhet kërkojë një reformë zgjedhore ku qytetarët zgjedhin. Pra qytetarët janë ata që zgjedhin jo emërimet nga partitë politike. Kjo është e papranueshme, sidomos për opozitën. Dhe shpresoj dhe besoj që ai vendim që është marrë nga zoti Berisha, por dhe opozita në tërësi, edhe në diskutimin e forumin për dialog, është që ne do të kemi një diskutim të përbashkët të gjithë faktorëve politik, parlamentar dhe jo parlamentar opozitar për të mundësuar një dakordsi për ligjin zgjedhor dhe pastaj ta ballafaqojmë me Partinë Socialiste. Çdo rrugë tjetër besoj që do të binte në konflikt opozitën me atë çka ka zhvilluar deri tani politikisht dhe besoj që një marrëdhënie më e gjerë me faktorë të tjerë politik, parlamentar dhe jo parlamentar, por edhe me shoqërinë civile të organizuar nëpërmjet forumit për dialog, do të shërbente si impresion shumë herë më i madh, edhe mbi majorancën, por edhe mbi faktorin ndërkombëtar për ndërhyrë për të bërë një reformë që duhet. Qartë, zoti Mediu, ka nisur mirë, siç e thatë, në disa raste, po ka përfunduar keq. Është deklaruar nga opozita se nuk do të ketë kompromis në vijat e kuqe, por ndërkohë kjo është thyer. Në rastin konkret, a do të ketë, le të themi, marrëveshje nëse nuk plotësohen ato pikat kryesore të opozitës? Shko, ta marrë me radhë, unë mendoj që Partia Demokratike, duke qenë partia më e madhe e opozitës, duhet patjetër që të bëjë një analizë me veten. Duhet me ekspertë që ka, po me përfaqësuesit e vet që ka,
të marrë në konsiderat cili sistem zgjedhor apo reformë zgjedhore i jep hapësira dhe mundësi Partisë Demokratike që të rritet si forca kryesore opozitare. Sepse nëse nuk ka një proces tillë, atëherë të gjitha do të jenë deficitare. Pra, po nuk rrit forca kryesore, edhe pastaj partitë e tjera nuk mund të kompensojnë humbjen apo si themun atë dobësim që ka partia kryesore. Pastaj, nëse në këtë rritje të Partisë Demokratike është e detyrueshme konsiderimi faktorëve të tjerë politike elektorale të tjerë, duhet gjetur ajo formulë e cila krijon një hapësirë dhe një bashkëpunim më të mirë politike dhe elektorale. Në të gjitha gjërat që unë do të them është që ne të paktën minimalisht duhet të kthehemi në kushtet ku e kemi lënë reformën zgjedhore. Dhe të gjejmë atë sistem për në 2013, të gjejmë atë sistem i cili krijon garën, atë sistem i cili krijon konkurimin, atë sistem i cili e lidh opozitën me qytetarët shqiptar. Emërimi politik siç ka ndodhur në reformën e fundit, do të në Kuvendin e Shqipërisë, nuk është i vlefshëm. Për vetë faktin sepse ne shmangim marrëdhëniet me njerëzit dhe mundësinë e tyre për të zgjedhur. Dhe kjo është në dëm të opozitës, është në favor të pushtetit. Pra ka disa gjëra të cilat mendoj ky grup i njerëzve të cilë opozita dhe ekspertët duhet paraqesin se kush janë alternativat me pluset dhe minuset e tyre. Dhe pastaj ta bëjmë pjesë të një platforme diskutimi më të gjerë përpara se diskutojmë me Partinë Socialiste. Unë nuk besoj që diskutimi me Partinë Socialiste qoftë në mënyrë, do të thënë, të njanshme nga Partia Demokratike, apo qoftë edhe si opozit, pa shkuar, ndërtuar një aleancë të gjerë me qytetarë shqiptar, me faktor politik opozitar, me think tank e tjera, të cilët kanë interes për zgjedhjet e ndeshme në Shqipëri, do të jetë politikisht e vlefshme, por edhe nga pikpamja e produktit parlamentar e vlefshme. Zoti Mediu, cilat janë vijat e kuqe të të opozitës, Partisë Demokratike, aleatët të opozitës në tërësi në këtë proces? Unë mendoj që të vendosim njerë vijat jeshile për të gjetë pastaj vijat e kuqe, se s'ke vendosur akoma vijat jeshile, flasim do të thënë përgjithësi. Prandaj është shumë e rëndësishme që ne të themi çfarë duhet dhe pastaj të themi se çfarë nuk duhet. Ajo që nuk duhet është padyshim do të kemi një sistem zgjedhor i cili apo të kemi zgjedhje të cilat do manipulohen, ku krimi dhe korrupsioni zgjedhin se kush janë deputetët, kanë përfaqësuese tyre në Kuvendin e Shqipërisë, janë të infiltruar në qeveri dhe po ta bëjmë analizën ne mund të gjejmë se çfarë na duhet. Pra, si mundet të minimizojmë efektin e korrupsionit dhe krimit në zgjedhje. Ndarja e shtetit nga krimi dhe nga korrupsioni, ndarja e shtetit nga partia në pushtet. Këto janë elementë shumë të rëndësishëm. Si duhet jetë administrimi e para për të pasur mundësi që do çdo vot të numërohet në mënyrë të rregullt, por edhe të shpallet në afatin dhe kohën e dur, pa krijuar mbi kërkesa dhe probleme tjera. Kush është financimi i partive politike? Se sot një nga bashkëkryetarët tha që ky financimi është i lehtë, nuk ka ndonjë problem të madh. Jo, financimi i partive politike krijon pabarazin në proces zgjedhor, sepse atë që ti ke gëzuar për 4 vjet ja shton edhe në mandatin që vjen. Dhe kur ne flasim, kandidojnë në një gardë barabartë, çdo individ të paktën që kandidon përfaqësues si partive politike, duhet patjetër që të jetë në gardë, do të thotë të njëjtë edhe nga pikpamja e mbështetjes financiare, se përndryshe krijon një dizavantazh shumë të madh. Pra ka disa elementë që duhen parë. Do të thënë, dhe ajo që duhet të shoh opozita, e them edhe një herë, është çfarë është e bën të mundur zgjedhje lira ndeshme dhe çfarë është ndosh pozicioni e Partisë Demokratike por edhe partive tjera. Mbi të gjitha, ajo që është e rëndësishme është që çdo vot e çdo subjekti politik, çdo vot e çdo individi politik duhet i numërohet atij subjekti dhe atij individi dhe të mos shkojë në favor të interesave të partive tjera. Qartë. Zoti Mediu, sa e rëndësishme është përfshirja e ekspertëve ndërkombëtar në këtë proces dhe me status? Shiko, ka pas disa periudha dhe unë mendoj që periudha më e mirë do të thënë bashkëpunimit për sa i përket reformës zgjedhore ka qenë periudha nga 2001 deri në 2005. Ku ekipi teknik u ul me stafin e OSBE-dirit dhe kanë punuar të gjitha draftet teknike. Përpara se politika të fliste teknikisht, kanë folur teknikët duke bazuar mbi eksperiencat e vendeve të ndryshme për të prur propozime konkrete. Me bën një reformë zgjedhore pranuar nga dyja palët, e bashkëkryesuar nga atë kohë, nëse nuk kam gabim, nga zoti Gjana dhe nga zoti Bufi, dhe arritëm në një produkt, do të thënë, i cili garantoi zgjedhje lira të ndershme pa kontestime, i cili vazhdoi pastaj edhe në 2007-ën, vazhdoi edhe në 2009-ën, por në 2009 ndodhi ajo që s'duhet ndodhte në 2008-ën, ndryshimi kushtetues për gjykimin tim, i cili krijoi një raport tjetër me parlamentin, një kontroll më të madh të parlamentit nga partitë politike dhe deputetët partitë politike, që ishte dëm, jo thjesht për opozitën, por për shoqërinë shqiptare dhe parlamentarizmin. Pra edhe që t'ja përgjigje
këta ekspert jo vetëm bien eksperiencë, por besoj janë edhe një urë e mirë komunikimi për gjetur zgjidhjet. Mos hyjmë në ato lojrat e vogla, do të mashtrimit njëri tjetrit apo fjalëve të bukura siç kishim sot, dhe pastaj të praktikave nën tavolinë, të cilat do të vënë tek ideja si manipulohet më mirë. Jo, prandaj të pyet edhe unë me që status do të jenë ekspertët ndërkombëtar, se edhe sot ra dakord në vija të përgjithshme që të jenë, po si? Ju përmendët një rast kur duke qenë pjesë e gjithë procesit kanë garantuar një kohë të mirë, apo jo? Atëherë, statusi i tyre ka qenë dy nivele. Nivelin teknik duke qenë nukli për organizimin e diskutimit dhe debatit teknik, dhe pastaj politik për qenë garantues si ndodhi 2020, e cila u shkrel në mënyrë të jashtme nga Edi Rama. Unë mendoj që na duhen të dy këto element, edhe në raportin teknik, edhe në raportin politik. Qartë. Nëse nuk arrihet konsensus, ju çfarë i propozoni opozitës në tërësi? Çfarë qëndrimi? Nuk dua të eci shumë me nëse jo, unë jam për idenë që opozita duhet të jetë proaktive. Dhe ajo që të jetë proaktive, unë mendoj që opozita duhet funksionojë non-stop për të nxjerrë të gjitha qëndrimet e saj në raport me reformën zgjedhore. Ti diskutoj brenda grupit parlamentar, me partitë e tjera parlamentare, ti diskutoj edhe me partitë jo parlamentare, dhe ty ky forum që tash do në ndërtuar nga zoti Jasimi e tjerë, të fillojmë dhe të përpiqemi të gjejmë se kush janë qëndrimet tona të përbashkëta. Mund edhe mos ketë qëndrimet përbashkëta, por një gjë nuk duhet të ndodhë, që të bëhet një sistem zgjedhor që votat e partive të vogla të mëdha si do që të jenë të shkojnë në favor të Partisë Socialiste. Prandaj është shumë e rëndësishme ky diskutim dhe ky debat dhe mirë kuptim politik. Reforma zgjedhore mund shërbejë si një element shumë i rëndësishëm, bazik për ndërtuar një marrëdhënie të gjerë dhe të qartë politike të opozitës. Mirëkuptimi për reformën zgjedhore do të besoj që do të cilte dhe në një marrëdhënie elektorale shumë herë më të mirë të organizuar të opozitës, apo qoftë edhe politike duke targetuar problemin që kemi, që është korrupsioni qeveritar dhe manipulimi i zgjedhjeve. Zoti Mediu, falenderoj shumë për këtë komunikim, të uroj suksese. Faleminderit juve. Mirë, do të vijojmë më tej me tjera informacione në kuadër të konferencës së sigurisë në Myni. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla pati një takim me Richard Grenell, të dërguarin special të presidentit Donald Trump për misionet speciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në një postim në Facebook, Balla ka shkruar se ata diskutuan mbi partneritetin e veçantë mes Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bordin e Paqes. Po ashtu, Balla ka falenderuar Grenell për mbështetjen mbi pavajsinë e presidentit Thaçi dhe drejtuesve të tjerë të UÇK-s. Mirë, do të mbetemi të konferenca e sigurisë, një takim i rëndësishëm i krerëve ndërkombëtar nga atje, pra nga Myniu, kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Zoti Balla ka pasur edhe një status për atë që ka ndodhur, për takimin me Grenell edhe për falenderimet që janë drejtuar atij për mbështetjen që ka pasur gjatë gjithë kësaj periudhe për atë që po ndodh në tribunalin e Hagës. Për të kuptuar rëndësinë e konferencës së sigurisë në Myni, çfarë u vendos në të, po edhe detajet tjera, unë do të kem një komunikim drejt për drejt me avokat Rafael Todhe. Avokat, përshëndes edhe faleminderit. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Çfarë jehone ka pasur konferenca e sigurisë në Myni? Jehona parë që duket është në momentin e parë që lëvizet me makinë në Myni është plot dhe ka shumë kontrolle të shumta, patjetër, sepse është një ndër konferencat më të rëndësishme, sidomos për Gjermaninë, ka rreth 1000 personalitete të ftuar në konferencë dhe janë rreth 60 koka shteti që mund të jenë kryeministra, presidentë e tjerë, të cilët janë të mbledhur dhe për momentin është një ndër momentet më të vështira ndoshta për Europën dhe sigurisht duhet shikohet çfarë marrëdhënies do të ketë Europa me Amerikën dhe si do të vazhdohet në vazhdim. Në fjalimin e tij, Merz pra nuk shfaqi shkëputje nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por
u shpreh që patjetër jemi në një moment ndryshe dhe momentet e viteve të mëparë ku bashkëpunimi ka qenë shumë i sakt kanë ndryshuar dhe kemi të bëjmë me një periudhë të re e cila do të jetë e vështirë, sidomos për Europën. Europa duhet marrë përgjegjësitë dhe Gjermania duhet jetë lider i Europës për të marrë përgjegjësinë e saj në këtë rrugtim. Rafael, ju e thatë, është një moment shumë delikat i përqasjes Europës kundrejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës me sfidat e mëdha që përgjithsisht i përkasin sigurisë dhe konfliktit. Në këtë pikë, projekti Donald Trump është përfolur gjatë këtyre ditëve dhe janë bërë analiza në mediat shkruara dhe në studio televizive. Ka pasur, le themi, detaje të bashkëbisedimit për sa i përket bordit paqes ditën e sotme në Myni? Nuk di të them sepse realisht sapo ka filluar kjo konferencë, pra sot jemi të premten dhe kjo do të vazhdojë deri të dielën dhe patjetër që do të ketë më tepër diskutime gjatë gjithë kësaj kohe. Për momentin kanë folur thjesht personazhet siç ishte dhe kryetari i konferencës, por ashtu dhe kancelari Merz e tjerë, por nuk janë shprehur të gjithë. Megjithatë është vënë re nga kancelari Merz, i cili mundohet gjithmonë të mbajë një status quo, le të themi, pra nuk pranon të prish marrëdhënien me Shtetet e Bashkuara, është shumë i kontrolluar në ato që ai deklaron, sepse është shprehur pra që marrëdhëniet midis Bashkimit Evropian dhe Shtetet e Bashkuara duhet të vazhdojnë, siç kanë vazhduar dhe më parë, dhe lidhja transatlantike duhet të vazhdojë, por që Gjermania në të gjithë këtë rol ndërkombëtar duhet të marrë atë që i takon, pra përgjegjësinë jo vetëm për Europën, por dhe për ndodhit e shumta që ndodhin në botë, sidomos për pjesën e luftës Ukrainë-Rusi. Po, Rafael, sa po ka nisur takimi, ndoshta detajet dalin më vonë, po ama ka pasur rrjedhje informacioni nëse mund ta quajmë kështu, për shembull kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste zoti Tauland Balla në rrjetin e tij social ka bërë të ditur se ka pasur takim me Grenell. Madomendja edhe lider të tjerë, a mund na thuash diçka, pra kanë nxjerrë mediat detaje rreth kokave të shteteve cilët kanë pasur takime, ndoshta kanë dhënë deklarata të përbashkëta në rrjetet sociale, ëse? Duhet kemi parasysh që mediat gjermane janë shumë të kontrolluara për më tepër për takimet me dyert të mbyllura që është shumë vështirë të dalit. Patjetër ka pasur, vetëm të paktën ka pasur shumë deklarime nga politikanë të ndryshëm europian, të cilët kanë bërë, si thuash, jashtëzakonisht shumë debate për sa i përket lidhjes me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me Donald Trump. Dhe aty është përqendruar i gjithë drejtimi, duke mos harruar që vitin e kaluar ishte pikërisht të vendës presidenti amerikan, i cili në të njëjtën konferencë mori, si thuash, në qëllimin kryesor Gjermaninë dhe drejtuesit e qeverisë gjermane, duke i quajtur deri diku të paftë. Kështu që ende nuk janë zbutur ato konfliktet e vitit të kaluar dhe patjetër që do të ketë debate për sa i përket marrëdhënieve të Shtetit të Bashkuara dhe të Europës, sepse është pikërisht ajo pikësynimi dhe vetë emri i konferencës që është nën shkatërrim, pra under distraction, tregon që jemi në një moment shumë të vështirë. Kuptova, Rafael, të përshëndes dhe të falenderoj. Megjithëse avokat në mënyrë perfekte e bëre raportimin si një gazetar profesionist. Faleminderit dhe ju uroj një ditë të këndshme. Dhe mirë dëgjofshim. Mirë dëgjofshim. Mëtej, presidenti i Serbisë, Aleksandar Vučić, ka thënë se është i sigurt që Serbia dhe Turqia, nëse tregojnë se mund të mirë bashkëpunojnë për çështje të ndryshme në Ballkanin Perëndimor të gjithë, do të arrijnë të ruajnë paqen dhe sigurojnë të ardhmen për të gjithë popujt. Nga ana e tij, presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, theksoi se vendi i tij, pra Turqia, po investon përpjekje maksimale për ruajtjen e paqes dhe stabilitetit në rajon, por edhe jashtë tij në Ballkan, ku sikurse tha, për Ankaran është vend i veçantë, ndërkohë që u njoftua për vizitën e delegacionit turk me në krye presidentin Recep Tayyip Erdogan në Beograd dhe Novi Pazar në maj apo qershor
Në konferencën e përbashkët për mediat, Vučić u shpreh se Serbia respekton leadershipin e presidentit të Turqisë. I burgosur me origjinë shqiptare që po vuan të dënimin në burgun e Domokos në Greqi është dënuar me burgim të përjetshëm për vrasjen e një të burgosurit tjetër me origjinë pakistaneze në qendrën e paraburgimit të burgut të Hanias. Incidenti ndodhi më 20 korrik 2019 kur një grup të burgosurish, ku bënte pjesë edhe shqiptari, u përleshën me një grup palestinezësh duke rezultuar me plagosjen e 3 personave, njëri për cilëve u plagos rënd pasi u godit me mjet prerës. Pakistanezi, sipas pamjeve filmike, është goditur nga shqiptari, burgosuri me origjinë pakistaneze, pas plagosjes u dërgua në spitalin e Hanias, ku ju nështrua një ndërhyrje kirurgjikale, por ndërroi jetë në njësinë e kujdesit intensiv. Gati 20 persona janë vrarë dhe më shumë se 12.000 të tjerë janë zhvendosur pasi cikloni Gezani goditi qytetin e dytë më të madh të Madagaskarit në fillim të kësaj jave, ndërsa Mozambiku përgatitej për mbërritjen e stuhisë, duke përditësuar numrin e viktimave, ndërsa vlerësimet përparojnë zyra kombëtare e Madagaskarit për menaxhimin e rrezikut dhe fatkesive tha se kishte regjistruar 38 vdekje, ndërsa 6 persona mbetën të zhdukur dhe të paktën 374 të plagosur. Cikloni ndodhi më 11 shkurt në qytetin bregdetar lindor të kombit tishullor të Madagaskarit në Oqeanin Indian, duke sjell era që arritën shpejtësinë 250 km në orë. Udhëhesi i ri i Madagaskarit, kolonel Michael Randriania, ka shpallur një katastrofë kombëtare dhe ka bërë thirrje për solidaritet ndërkombëtar, duke thënë se cikloni kishte shkatruar deri në 75% të Toamasinës dhe zonave përreth. Edhe ditën e sotme vijon seanca gjyqësore ndaj ish-krerëve të UÇK-s në Hag, do të ndikim disa momente. Për parashtime të më tjeshme në lidhje me këtë pikë, i lutem trupit gjykues të lexojë paragrafin 521 të dosjes sonë. Sidoqoftë, nëse trupi gjykues vlerëson se dokumentet vërtet janë shkruar prej Jakub Krasniqit, ne ashtu parashtrojmë se janë provë e funksioneve administrative dhe burokratike dhe nuk tregojnë rol komandues. Në paragrafët 524 deri në 572 të dosjes son, kemi bërë parashtrime të hollësishme për secilin nga këto dokumente. Trupi gjykues do të jetë në gjendje ta shohë se si nuk përfaqëson asgjë më shumë se thjesht formalizim të situatave ekzistuese apo të vendimeve të marra prej të tjerëve. Unë nuk do të përsëris të njëjtat parashtrime, por dua të trajtoj 2 dokumente që i ka përmendur prokuroria ditën e hëngjit prezantimit të vet. E para është prova me numër 168 e 2 dhjetorit 1998, që është një urdhër të cilën e trajtoi prokuroria të hënën. Tani, argumentet e prokurorisë në lidhje me këtë dokument, si në dosjen përfundimtare dhe në parashtrimet me gojë, tregojnë edhe njëherë se si prokuroria është vendosur që të përzgjedh prova pajësuese siç i intereson dhe të lërë më njanë çdo gjë tjetër që nuk përputhet me narrativën e tyre. Pikë së pari, trupi gjykues duhet të shqyrtojë nëse prova 168 është dërguar apo është shpërndar ndonjëherë. Sepse nuk ka prova që është shpërndar. Rrjedhimisht nuk mund të jepet asnjë peshë dokumenti, sepse nuk ka asnjë lidhje me krimet për të cilat janë ngritur akuzat. Në paragrafin 296 të dosjes, prokuroria pretendon se prova 168 është shpërndar në zonat operative. Për të mbështetur poshtë-shënimin 1-2-2-3, ata citojnë intervistat e prokurorisë me 3 dëshmitarë. 04737, 04747 dhe Nurdin Ibishin. Por asnjë nga prej këtyre dëshmive nuk provon shpërndarjen e Po-168-s. Diapozitivi tjetër nuk është për publikun.
Dëshmitari 04737 në të njëjtën faqe që citon prokuroria, po ashtu thot që asnjëherë nuk ishte parë përpara këtë dokument edhe asnjëherë nuk e kishte përcjell për mbajtjen e tij. Këtë mund ta shikoni në provën P01-605, 7, faqet 4 dhe 6. Pra, jo që nuk e mbështeti qëndrimin e prokurorisë, por ky dëshmitar 04737 e kundërshtoi atë. Dëshmitari 04747 nuk do të merret parasysh sepse dëshmia e tij u pranua vetëm me shkrim pa u testuar në kundërpyetje, dhe sepse ai ishte tërësisht i pambështetshëm si dëshmitar, për arsyet që mbrojtja i ka trajtuar në dosjen vet përfundimtare. I lutemi trupit gjykues të shoh paragrafet 464 edhe dosjen e zotit Veseli në paragrafet 53 dhe 59. Sidoqoftë, vet 04747 i tha prokurorisë se nuk i kujtoi ta kishte parë konkretisht provën 168. Pozicioni i prokurorisë do psohet dhe më tej prej Nuredini Bishit, duke u mbështetur vetëm në intervistën e tij për prokurorin. Prokuroria në mënyrë të qëllimshme shpërfyll faktin që i Bishi e trajtoi të njëjtën çështje në dëshminë që ka dhënë me gojë më 24 tetor 2024, që e keni aktualisht në ekran. Mbasi kujtohet trupit gjykues se zoti Misetiç nga mbrojtja e Thaçit vendosi provën 168 në ekran, që të mos kishte edhe keq kuptime lidhur me dokumentin në fjalë, dhe e pyeti i Bishin dhe po citoj. Zoti Misetiç e pyet: "Urdhri është datës 2 dhjetor 1998. Dhe pyetja ime është, a e keni parë ndonjëherë më përpara këtë urdhër?" Përgjigjja e tij: "Jo. Jo gjatë luftës, por e kam parë pas luftës." Nuredini Bishi është dëshmitar i prokurorisë. Prokuroria konsideron si dëshmitar të besueshëm dhe është mbështetur shumë në dëshminë e tij për aspekte që lidhen me zonën e Llapit. Nuredini Bishi kujton të diskutime për policinë lokale, por kjo nuk është provë që materiali 168 është përndarë në zona. Dhe kjo është mohuar haptazi në gjykatë. Dhe prokuroria nuk u përpoq, madje ta sqaronte më tej këtë pyetje kur i dha mundësia për pyetje shtesë, sepse pati shansin ta bënte këtë gjë. Edhe prokuroria tashmë mbështetet vetëm në intervistën e tij të 2019-s dhe shpërfill sqarimet që i dha ky dëshmitar këtij trupi gjykues në këtë sallë gjyqi. Dhe ky është një shembull tjetër se si prokuroria i mbyll syt përpara provave që cënojnë argumentat e tyre, përfshirë këtu edhe dëshmitarët e vet. Bëhet edhe më keq. Duke cituar vetëm 3 prova, prokuroria nuk e pranon ose nuk e shpjegon se si çdo përpjekje për të vërtetuar shpërndarjen e pretenduar të këtij materiali në dështoi tërësisht. Beslim Zyrapi, shefi i shtabit të përgjithshëm, Sokol Bashota, zëvendës komandant i operacioneve, Herush Kurtaj, zëvendës komandant brigade, të gjitha persona e kanë mohuar ekzistencën e këtij dokumenti. Shihni përpara luftës, shihni dosjen ton, paragrafi 540. Prokuroria nuk mund të shpërfill dëshmitë e dëshmitarëve të vet thjesht sepse nuk ka interesin atyre. Sigurisht, prokuroria mund t'ia paraqisë çdo dëshmitari këtë dokument, por prokuroria nuk e bëri këtë gjë. Në paragrafët 294-297 të dosjes, dhe po ashtu të hënën, prokuroria qëllimisht përpiqet të të ngatrojë pak gjërat, të bëjë sa më të vagullta, sa i takon dallimit mes policisë lokale serbe dhe njësive të policisë të parashikuara në planin e ambasadorit Hill. Dallimi është shumë i thjeshtë. Policia lokale ishin njësi të krijuar nga administrata serbe, të armatosur dhe me uniforma të MUP-it të përfshirë në operacione kundër UÇK-s, të cilat janë kryer në bashkëpunim me policinë serbe. Trupi gjykues ka dëgjuar dëshmi të thelluara
qoftë kjo me shkrim apo me gojë, lidhur me krimin, rolin dhe veprimin e këtyre njësive. Dëshmitarët e prokurorisë përfshirë disa prej atyre që ka cituar prokuroria në këtë pjesë dosjes së vet, kanë shpjeguar se njësitë e policive lokale ka qenë luftëtar që ishin të rëndësisht në sistemin e forcave serbe. Më së paku, ata ishin një rrezik për sigurinë që ka justifikonte masat. Ashtu, donse njësitë e lokale të policisë serbe fillimisht u krijuan në verën e 98-s, ata vazhduan të shtriheshin edhe më tej në periudhën e aktakuzës. Në fillim të dhjetorit 98, parafërsisht në të njëjtën kohë, kur është datuar materiali 168, ishin krijuar edhe njësitë e reja të policisë lokale nga administrata serbe në Mitrovic, por prokuroria nuk bën asnjë lidhje mes këtyre dy fakteve. Ndryshe nga policia lokale serbe, siç është shpjeguar mes të tjerëve edhe nga vetë ambasadori Hill, njësitë e policisë të përshkruar në planin e tij nuk ekzistuan asnjëherë, sepse plani nuk u zbatua asnjëherë. Ndryshe nga ajo që ka thënë prokurori të hënën, ky është një element shumë i rëndësishëm, sepse nga një anë kemi njësi të armatosura policia që arrestoi dhe vrasin si antarë të UÇK-s dhe civilë shqiptarë në gjithë Kosovën. Nga ana tjetër, kemi një entitet jo ekzistent që ishte thjesht një ide hipotetike e mbetur në letër. Pra, nuk ka dyshim që në fakt po 168 i referohet vetëm të parës. Në fakt, prokurori të hënën e hoqi këtë provë, sepse i le verdiste. Përfshirë ndër të tjerëve provën dëshminë që ka dhënë Sokol Bashota. Në ekran mund të shihni transkriptin e 2 dhjetorit 2024 në faqen 23058. Ishte kjo prova në ekran 168 dhe Bashota tha si në vijim: "Unë nuk kisha pa ndonjëherë këtë dokument, po nuk mendoj se i referohet numrit të policëve që ishin pjesë e kërkesës të son në kuadër të dokumentit të Hillit. Mendoj se këtu bëhet fjalë për forcat e policisë lokale që ishin punësuar prej serbëve gjatë luftës. Ishin shtetas shqiptar që kishin pranuar të shërbenin shtetit serb. Edhe në disa raste, në fakt ata kanë vepruar ose kanë operuar kundër nesh madje. Por kjo nuk lidhet me policin që po diskutoni me Hillin." Në faqen tjetër, nuk mendoj se këto dy janë të lidhura. Absolutisht nuk mendoj se kjo lidhet me dokumentin e Hillit. Më pas, në faqen tjetër, thuhet: "Referenca këtu është për ata shqiptarë që mban uniformën e Serbisë dhe që vepronin kundër ushtrisë shqiptare të Kosovës, pra ishin pjesë e zinxhirit komandues të ushtrisë dhe policisë serbe. Unë nuk mendoj se kam parë ndonjë dokument tjetër të kësaj natyre." Tani kjo dëshmi është dhënë nga një dëshmitar i prokurorisë kur ju përgjigj pyetjeve që i bëri prokurori. Nuk është pra për tu habitur që prokurori e pas ka harruar këtë ekzistencë. Sidoqoftë, kemi ndjekur disa momente nga seanca në Hag, do shkëputemi për pak publicitet, do të mbetemi sërish tek Haga edhe tek ajo që po ndodh atje, vetëm pas pak. Jemi rikthyer. Lidhja Demokratike e Kosovës ka reaguar ndaj rezolutës së miratuar në Kuvend, duke theksuar se drejtësia nuk mund të trajtohet në mënyrë selektive apo të pjesshme. Në një deklaratë publike, LDK vlerëson se Kuvendi i Republikës Kosovës ka detyrim historik dhe politik të flasë me një zë të plotë e të përgjegjshëm për drejtësinë, duke përfshirë zbardhjen e të gjitha vrasjeve të pasbardhura pas luftës, përfshirë ato me motive politike. Sipas partisë, refuzimi për ta përfshirë këtë kërkesë në tekstin e rezolutës e bën atë të paplot dhe të njanshëm, ndërsa LDK zotohet se do të vazhdojë të kërkojë drejtësi të barabartë për të gjithë dhe procese të drejta në përputhje me standardet kushtetuese dhe ndërkombëtare.
Mirë, do të flasim për krimin e Tribunalit të Hagës, patjetër edhe mbi atë që po ndodh në këto momente atje. Do të kem në komunikim të drejt për drejt online zotin Kadri Kryeziu, vetëm pas pak do të na bashkohet gjithashtu edhe zoti Xhavit Çala. Zoti Kryeziu, të përshëndes, faleminderit. Përshëndetje. Kënaqësi. Në studio jam me Aulon Kalan. Aulon, faleminderit. Përshëndetje. Zoti Kryeziu, doja që ta nisnim bashkë, të bëjmë një përmbledhje të asaj që ka ndodhur vite më parë, këtu e kam fjalën për formimin e gjykatës speciale të Hagës. Pse u krijua kjo gjykatë? Po shiko, në parim të në gjitha vendet kur ka ndodhur lufta armatosur, shtetet i krijojnë gjykatat kundër krimeve të luftave. Duke pas parasysh, dhe më thot, specifikat e Republikës së Kosovës, faktorin ndërkombëtar, respektivisht administrata Shtetet Bashkuara të Amerikës ka bërë një trysni që të krijohet kjo gjykat, por të krijohet me norma kushtetuese të Kosovës dhe me specifik të Kosovës, por qëndrimi sa në Hagë. Qëndër, thotë, dhe në racioni i kësaj gjykate ka qenë për krime lufte, respektivisht për shtëpinë e verë, si e quajmë ne atje në Shqipëri, dhe ka qenë një farloj loje të quaj kështu e faktorin ndërkombëtar, të cilët ka qenë synim që këta personalitetet të shquar të kombit tonë t'i vendos në Hagë. Qartë, po a ishte realisht e domosdoshme? Gjykata Hagës është ndërtuar dhe thot me amendamentimin e Kushtutës së Republikës Kosovës dhe me ligjin Lex Specialis, dhe cilën ka qenë një trysni e jashtëzakonshme me faktorin ndërkombëtar që të ndërtohet dhe ata thonin që të hiqet mjegullat, dhe më thonë edhe të bëhet dritë rreth UÇK-s dhe ushtrisë shqiptare të Kosovës. Ne kemi pranuar si të tillë në mirë besim ta quajmë bona fide, por pastaj gjatë procedurës, gjatë historisë saj ka shkalluar dhe nuk është më ajo gjykatë e cila është ndërtuar me kapacitetet tona të Kosovës. Qartë, zoti Kryeziu, si u krijua ajo? Me presion ndërkombëtar apo edhe me iniciativë të brendshme? Absolutisht me presion të madh ndërkombëtar, respektivisht të faktorit ndërkombëtar ose Shtetet Bashkuara të Amerikës. Qartë, po a ishte, le themi, e nevojshme për ta bërë diçka të tillë? A kishte Kosova alternativat tjera për të hedhur poshtë gjitha pretendimet që vinin kryesisht nga Beogradi apo gjitha të mjegullnaj për sa i përket krimeve? Po shikoni, dhe më thonë, në parim, dhe më thonë, drejtësinë ndërkombëtare, në vendet kur zhvillohet lufta armatosur, dhe në lufta, atëherë duhet krijohen detyrimisht edhe gjykatat për krime lufte, se në gjitha territorin e ish Jugosllavisë, ku ka ndodhur lufta, janë të krijuara gjykatat vendore. Por ne kemi pas alternativën do të jetë edhe në Kosovë, por faktori ndërkombëtar decidivisht ka qenë që kjo gjykatë të mbetet jashtë Kosovës. Qartë. Aulon, qëndrimi yt për Tribunalin e Hagës e bëri një përmbledhje, zoti Kryeziu, në fakt, për iniciativën nga brenda, për presionin jashtë, për standardin që atëherë u besua shumë për këtë tribunal edhe për pikpyetje të mëdha tani. Sigurisht që pikpyetjet janë të mëdha, unë me të thënë drejtën, jam midis një gërshëtimi të faktorit jashtëm dhe faktorit brendshëm. Pra, përveç këtij presioni që ka pas faktori jashtëm dhe faktori brendshëm, po edhe nga Shqipëria ka pas një dakordsi në raport me Tribunalin e Hagës, me këtë gjykatë speciale që e vendosën këta si ambalazh, dhe në gjykimin tim kjo është një gjykatë e cila në këto momente po hedh poshtë të gjithë historinë e lavdishme të epopesë ushtrisë shqiptare të Kosovës. Edhe Shqipëria ka qenë pro, të gjithë besuan aso kohë, tha zoti Kryeziu, në gjitha vendet e pas luftës, mirë do të ishte për konsensus të kishin një tribunal ndërkombëtar. Për këtë arsye, me sa duket u votua edhe në kuvendin e Kosovës. Me të thënë vërtetën, për tani ne po bëjmë një analizë post factum, që do të thotë kështu ka qenë pritshmëria, por nga ana tjetër çfarë na ka nxjerrë deri tani kjo gjykatë? Është përmbysja e madhe e vlerave ku agresori kthehet në hero dhe heroi kthehet në agresor. Pra, kemi parasysh që gjithë kjo luftë që ka bërë për liri e ushtrisë shqiptare të Kosovës, në rast se njolloset, e me sa duket me shumë gjasa drejt kësaj po shkojmë, pra të kërkosh 45 vjet burg për luftarët e lirisë,
për një personazh, domethënë, unë mendoj që nuk ka ku të shkoj më. Pra, më keq se kaq s'ka ku të shkoj më. Kështu që gjykoj që kjo gjykatë është shumë larg pritshmërive, me sa duket është e sponsorizuar nga njerëz të cilët janë kundër Shqipërisë, kundër Kosovës, kundër faktorit shqiptar. Këtu do të ndaleshim pak. A kemi ne fakte se është ndikuar nga Beogradi apo nga faktorë tjerë armiqësor? Ilir, do të sjell një fakt. Unë kur parova gazetarin, një ndër punët e mia të para ka qenë në zonën e Krujës, ku të dërguar të Dik Martit kanë ardhur aty për të kërkuar gjurmë të shtëpisë së Verdh në Dervend Krujës. Përveç Burrelit, ka qenë dhe në Dervend Krujës. Rezultati ishte një ambient që përdorej për krijimin e mobiljeve, mos gaboj. Po, unë kam qenë një nga njerëzit që janë pyet për këtë histori, kam qenë 19 vjeç, domethënë, kur janë pyet për këtë çështje dhe domethënë ishte një për fat keq ka pas edhe kolegë shqiptar, cilët e kanë shoqëruar këtë misionin. Por nuk kanë gjetur asgjë. Pra ky ishte një mashtrim. Pse solla këtë fakt? Për me kuptuar që kjo ishte thjesht një trillim. Një figurë diskredituar si Dik Marti arriti që të krijonte një fortunë në gotë, ku është pranuar gjërësisht se nga financohej ky njeri. Dhe mënyra se si doli nga politika, mënyra më e turpshme e dalit nga politika, la këtë peshqesh që neve tani po marrim edhe diskutojmë me njëri tjetrin. Pra, kjo gjykatë është ngritur absolutisht edhe mbi frymëzimin dhe historitë fantastiko-shkencore që kanë nxjerrë Dik Marti apo shumë dik të tjerë që kanë qenë qarkullim në raport me luftën për çrimtarët e Kosovës. Më kujtohet një thënie e serbëve, të cilët e kanë përdorur atë që e humbëm me luftë, ne do ta fitojmë me diplomaci. Pra ne jemi në këtë thënie tani. Pra është një thënie e përafërt me atë të Kasandrës, që thotë atë që nuk e fituam dot me luftë, pra na mundi perëndimin, ne do ta fitojmë po me perëndimin, por nëpërmjet diplomacisë. Pra akoma nuk heqim dorë dhe Kosova është ajo gjëja që ne nuk do tërhiqemi kurrë. Pra po ndodh e njëjta histori me nga lufta po kalojmë diplomaci. Për prishur imazhin e Kosovës si shtet i ri, por gjithashtu edhe për të zhbërë atë që ka ndodhur. Që ta mbyll, domethënë. Pse është precedent i rrezikshëm? Padyshim që është i rrezikshëm. Unë pyetja ime është kjo, nëse larg qof ndodh kështu, çfarë ndodh? Ndodh kjo pra që do të them tani, ndodh që shtetet caktuara që nuk e kanë njohur Kosovën nuk do ta njohin më, ndodh që shtetet caktuara që janë në një mëdyshje dhe e kanë gati të shnjohjen për Republikën e Kosovës do ta shnjohin dhe do vazhdojnë një valë tjetër e baltosjes së saj lufte etj dhe do ta fus faktorin ndërkombëtar në kolaps, të kthehemi edhe herë mbrapa, kemi bërë mirë apo keq për këtë histori. Unë kam dhe zgjidhje për këtë çështje. Unë gjykoj që se këta thonë Shqipëria ka bërë maksimumin e tyre. Jo, nuk ka bërë maksimumin. Faktori politik në Shqipëri duhet mlidhet me urgjencë. Përtej ndasive, duhet mlidhet me urgjencë dhe të bëjë një pakt kombëtar për të folur me një zë për çështjen e luftës Kosovës. Dhe me njëherë të bëhet një peticion mbar kombëtar, Parti Demokratike, Socialiste, pa parti, muslimant, krishterë etj, të mbledhin firma dhe t'i drejtohen me një notë presidentit Shtetet Bashkuara të Amerikës Donald Trump dhe t'i kërkojnë mbështetje pikërisht për këtë çështje, sepse kemi moralin, kemi drejtën dhe jemi në anën e duhur të historisë dhe absolutisht është ndërhyrja e parë që ka bërë NATO pikërisht si forcë e bashkuar në këtë luftë. Ne kërkojmë mbështetjen e presidentit amerikan, por që ta kërkojmë këtë mbështetje ne duhet jemi të gjithë bashkë dhe unë mendoj që kjo gjykatë që është politike dhe kjo çështje zgjidhet vetëm nëpërmjet mjeteve politike. Pra presioni i presidentit Shtetet Bashkuara të Amerikës absolutisht do ta zhbëj këtë proces të montuar. Nuk e pranon kurse si që është një gjykatë politike. Ata nuk e pranojnë, por në rast se presidenti amerikan, se po do flasim hapur, ka marrë për me fol hapur në këtë emision. Në rast se presidenti i Shtetet Bashkuara të Amerikës ndërhyn te kjo gjykatë, kjo është pesh liliput në raport me ato që profesor. Ti marrë një opinion edhe zoti Kryeziu, a mund të na ndihmojë në këtë pikë zoti Kryeziu Donald Trump, nëse siç tha Uloni gjithë faktori shqiptar bëhet bashkë dhe ja kërkon diçka të tillë. Grenell për shembull, përfaqësuesi i Trump për zgjidhjen e krizave, ka folur disa herë, ka mbajtur status edhe tjera si këto, po çfarë mund të bëjë Trump? Mund të bëjë diçka kundrejt një gjykate që Uloni thotë është politike, po ajo se pranon, natyrisht diçka të tillë. Ju e dini mirë këtë. Uloni, sipas mendimit tim, ka thonë pajton plus çka ka folur. Dhe sipas mendimit tim, do të sjelljon e politikat e Kosovës e Evropës kanë thonë që kjo ka e mirë, po
5 minuta ose Trump me fuqinë e saj, kemi pas probleme të kësaj natyrës. Do është të ceku për shembull se kjo gjykatë nuk e ka respektuar llorin e mbrëmshme. Ata me rregullorën e mbrëmshme, prokurorët nuk kanë të drejtë të përcaktojnë numerikisht masën e ndëshkimit. Ata kanë vetëm të drejtë të thuajnë, do të thonë besim pranë aktakues dhe kërkojnë dënim. Do të thonë të konsiderueshëm, jo masë të dënimit. Do të thonë kjo është një farë lufte speciale dhe psikologjike ndaj popullit shqiptar të Kosovës. Trump ndërhyj edhe e më fortë të arrijë ajo që duhet të arrijë, sepse në botë asnjëherë nuk janë rënuar shërimtarët. Ne kemi bërë një luftë shërimtare të pastër, të denjë për lirinë e Kosovës, lirinë dhe pavarësinë e Kosovës, dhe kështu që nga paradhune serbe, gjithë bota, kështu që kemi pas viktima, masakrat të ndryshme, vrasje e kështu me radhë. Kështu që ne konsideroj se këta luftëtarë lirisë edhe autoritetet e shtetit Kosovës do të lirohen, mendojnë ka maj ose qershori. Qartë, zoti Kurreziu, kemi probleme të rrëpaseshme me internetin, me sa duket, qoftë me figurën, por edhe me audion. Dua t'ju drejtoj edhe një pyetje të fundit, para se t'ju falenderoj shumë. A mund të shfuqizohet kjo gjykatë speciale e Hagës nga Kuvendi i Kosovës, apo është vetëm një deklaratë, le të themi, që përdoret për konsum politik? Në këtë fazë, është e mundur diçka e tillë dhe çfarë do të prodhonte në arenën ndërkombëtare? Është e pamundur të përshizot se badinteri, që në tonë 2/3 e shtarë, 2/3 e minoritet. Kam shkëputje me zotin Kurreziu, nuk e di, më konfirmoni nëse do të kemi lidhje me zotin Xhavid Shala për të vijuar bisedën për sa i përket formimit të gjykatës speciale për atë Hagës. Po, e kam zotin Shala. Zotin Shala, të përshëndes. Faleminderit për kohën. Përshëndetje. Siç besoj na ke ndjekur në këto momente, isha me zotin Kadri Kurreziu, njohës një ndër më të mirët e kushtetutës në Kosovë, në studio me Aulon Kalan. Në gjykimin tuaj, pse u krijua Tribunali i Hagës? Ishte një iniciativë brendshme, një presion ndërkombëtar, a ishte e rëndësishme që të ndodhte kështu, pra të krijohej ajo, apo ishte mundësia edhe të kishim versione alternative? Pse jo ndoshta një gjykim edhe një gjykatë brenda territorit të Kosovës? Po, në fakt kjo quhet gjykata e Kosovës. Dhe emri nuk e ka gjykatë fare, por ka dhomët e specializuara të Kosovës. Sepse është votuar në parlamentin e saj, po. Ama quhet edhe një gjykatë ndërkombëtare për të patur konsensus edhe gjithë përfshirje, apo jo? Statusi me një gjykate ndërkombëtare, por në fakt është gjykate ngritur nga Kuvendi i Kosovës, është pjesë e kushtetues të Kosovës. Fillimi historia e kësaj fillon herët, në fakt, që në kohën kur Carla Del Pontes po i përfundonte mandati si kryeprokurore e Hagës, dhe Carla Del Ponte ka pasur hapësirë për të hetuar për raste të tilla të përfshite në gjykatën penale ndërkombëtare, por nëse do kishte krime. Ajo nuk arriti do të dokumentoj asgjë, sepse nuk kishte çfarë të dokumentonte, dhe në librin e saj të fundit që shkruaj përmendi disa fakte pseudofakte, si shpinë e verdhë dhe tjera, që e trajtoi edhe Auloni. Pra, dhe më pas ka një angazhim të madh të inteligjencës ruse dhe serbe në kontakt me Dick Martin, këto që po them unë kanë dalë edhe nga burime të tjera, në kontakt me Dick Martin për ta furnizuar me materiale Dick Martin në mënyrë që ai të përgatiste një raport, dhe ai përgatiti raportin dhe e paraqiti Këshillit të Evropës. Normalisht një raport si ai që ishte përgatitur do ngjallte reagime të mëdha, dhe ngjalli reagime të mëdha. Kjo pastaj bëri që të rritej presioni ndërkombëtar për një hetim të pavarur. Dhe ky hetim i pavarur pastaj pa disa modele që do të bëhej, dhe në 2015 përfundimisht u bën ndryshimet kushtetuese dhe u miratua ligji për dhomat e specializuara. Pra, ka qenë një presion i madh ndërkombëtar. Synimet në aspektin gjeopolitik në atë kohë ishin që synimet të tregoshin Serbisë që drejtësia është e paanshme, pra ashtu siç u ngrit për Serbinë apo për krimet e ish Jugosllavi që funksionoi nga viti 2003, 92, 92, 93 deri në
deri në 2017, pra kështu do gjykoshin edhe krimet e palës tjetër. Ky mesazh do dha Serbisë. Ndërkohë që palës shqiptare tashmë u synuat të jepen një mesazh më i zbutur për momentin, duke i thënë që ne nuk do ngrihet një gjykatë, siç ishte gjykata në Jugosllavi, sepse në fakt ju jeni me anën e viktima, por do ngrihet disa dhoma të specializuara pjesë e sistemit gjyqësor të Kosovës, dhe por subjekti në këtë rast, por objekti i punës së tyre në këtë rast do të ishin objekti do ishte përcaktuar në kohë, pra në vitet 98-2000, dhe gjithashtu do ishin kryesisht lëvizja qendrore e Kosovës. Pra kjo gjë ka qenë e ditur që në fillim, këtë gjë kanë ditur gjithë edhe në Kuvendin e Kosovës, pavarësisht se besuan dhe shqiptarët besuan tek drejtësia. Sepse besuan në kaosën e ushtrisë qendrore të Kosovës që kishte bërë një luftë të drejtë. Por me sa duket këtu përsëri vazhdoi furnizimi me materiale dhe kjo prokuria, sidomos prokuria e këtyre dhomave, prokuria ka marrë vazhdimisht materiale nga prokuria serbe për krime lufte dhe vazhdimisht materiale nga inteligjenca serbe. Edhe dëshmitarët janë identifikuar nga inteligjenca serbe, edhe ata shoqëruar prova janë identifikuar nga inteligjenca serbe, dhe në farë mënyre prokuria e Hagës ka qenë një dorë zgjatur e inteligjencës serbe për të arritur për të mbyllosur luftën nacionale, luftën qendrore të shqiptarëve të Kosovës. Po, zoti Shala, ju e thatë, shqiptarët votuan për këtë arsye, besuan dhe votuan për këtë arsye u krijua gjykata e Hagës. Ama ka disa momente, pretendimet të Dik Martit, siç e tha edhe Aulonin vetë parë, duke qenë se ka qenë dëshmitar, ran për shtëpinë e Verdhë dhe për tjera si këto. Kur u pa se gjitha akuza ishte ngritur në një tymnaj të pabazuar askund, mos ndoshta ishte momenti që ta shfuqizonte Kuvendi i Kosovës këtë gjykat, a mund ta bënte diçka të tillë? Do të kishte kosto? Nuk e di. Çfarë opinioni keni në lidhje me këtë? Absolutisht që do kishte kosto, sepse faktorit ndërkombëtar, presioni ndërkombëtar, aleatëve tanë duhet t'i jepesh mesazhin që Kosova po bëhet shtet i së drejtës, edhe atje ku ka dyshime duhet bëhen hetime. Pra, edhe kështu u pranua kjo gjykat. U pranuar ka qenë vetë thashë që ka po shtëpia e Verdhë ra. Shtëpia e Verdhë ra, edhe shumë pretendime të tjera. Objekti i kësaj gjykate nuk ishte vetëm shtëpia e Verdhë, një nga këto që edhe objekti i kësaj gjykate thotë për krime lufte, për krime kundër njerëzimit, duket edhe të tjera sipas raportit të Dik Martit. Pra, nuk është vetëm njëra, kështu që hetimet do të bëheshin se s'bën. U ndalet e shtëpia e Verdhë, po pothuajse gjitha pretendimet e Dik Martit kanë rënë, apo jo, jemi dëshmitarë për këtë. Absolutisht, shiko, me shtëpinë unë kam shkruar në kohë kur diskutuar shumë, edhe kam parë analiza në kohën kur diskutuar shumë shtëpia e Verdhë dhe libri i Verdhë i Karla del Pontes, sepse këtu filloi indicia, pastaj këtu fushi edhe inteligjenca ruse. Pra këtu synimi ishte që të barazoj agresori me viktimën. Këtu ata ishin shumë qartë se ku duhin. Edhe serbët dhe rusët ishin qartë. T'ju tregoj një fakt tjetër, domethënë, fakti që Dik Marti ka punuar për llogari të inteligjencës atyre ishte edhe tentativa e tjetër që këta donin të mbyllin. Inteligjenca serbe donte të mbyllë të gojën me pas Dik Martit, duke menduar se ai edhe mund të fliste me vonë tjetër dhe organizuan një atentat. Nuk e di, ka dokumenta, shërbimet e inteligjencës zviceriane e morën në mbrojtje, sepse ata, inteligjenca serbe donte ta asistonte dhe t'ia fatoronte përsëri ushtrisë qendrore të Kosovës, duke menduar që deri në atë kohë provat ishin shumë gjysmake ose nuk kishte fare prova, kështu që donin tim mbështesin. Pra këto janë fakte që janë të vërtetuara, domethënë janë të pranuara, kanë dalë në media, kanë dalë, kështu që Dik Marti, si duket më vonë u pendua për ato që bëri, mirë po çështja kishte hyrë në rrjedhë tjetër. Tashmë ishte Kosova do të jepte shembullin që do të bënte, që do ta mbështeste këtë, por këtu u synua, pra u besua tek drejtësia dhe kjo ishte, unë nuk them që nuk duhet besuar, po duhet besuar dhe duhet ndejt vigjilencë, sepse deri në atë kohë u lejua që ata të mbledhin prova nga inteligjencë, të vëna në dispozicion nga prokuria
serbe e krimeve të luftës, me sa mbaj mend nuk ka qenë një Vukčević, një diçka të tillë, një prokuror, i cili janë të vërtetuara kontaktet e tij me prokurorët e Hagës, me prokurorët e dhomave të specializuara. Pra, në atë kohë duhet të ishte ngritur zëri shumë. Dhe duhet edhe në përcaktimin e objektit, sepse është këtë bën në Kuvendin e Kosovës, edhe në përcaktimin e objektit duhet të kishte shumë qartësi. Pra dush një konsulent ndërkombëtare, sepse nuk zgjidhet puna vetëm duke i besuar drejtësisë. Sepse ja si vjen puna, pastaj që ata duhet vërtetojnë në radhë parë që ushtria qeveritare e Kosovës ishte një strukturë me qëllime kriminale. Çfarë qëllimi kriminale kishte kjo strukturë? Kjo strukturë kishte qëllim shtërimin e vendit nga një regjim kriminal. Pra, këtë duhet ta provojnë ata që nuk arrin dot asnjë provë nuk kanë gjetë deri tash. Tjetër, duhet të gjenin prova, prokuroria duhet të gjente prova për lidhjen e zinxhirit komandues me krimet që kanë ndodhur në terren. Se nuk ka ndodhur, po jo se ngarkohet zinxhiri komandues. Pra, edhe këtë ata nuk po argumentojnë dot dhe nuk po e provojnë dot. Unë kam besim që në dhomën e parë, pra në shkallë parë... Profesor, me që se vole për zinxhirin komandues, kam një pyetje për pozicionin e Thaçit, drejtues politik, çfarë, le themi, përgjegjësie ka ai për atë që ka ndodhur në terren, sipas gjykimit tënd? Në këndvështrimin tim, unë kam qenë vetë i angazhuar në atë kohë me këtë sistem, me çështjen e UÇK-s, po në një drejtim tjetër, një pozicion tjetër që s'ka nevojë ta trajtoj. Problemi ka qenë kështu që vetë UÇK-ja nuk ishte një strukturë me një zinxhir komandues të centralizuar, siç janë strukturat ushtarake. Ta në akuzë kur e ngrenë të probleme, ngrenë sikur UÇK-ja ishte një ushtri me trupa të rregullta që ishte 30 vjet që Po. Po, pra nuk ishte strukturë e rregullt ushtarake. Më shumë ajo ishte pjesë një revolte popullore që të trupat të cilat ishin mbjellur në rang fshati, në rang zone, me komandantët e tyre rajonal. Pra, në një farë mënyrë nuk funksiononte plotësisht ose 100% zinxhiri komandues dhe fillu duk edhe në rastin e marrëveshjes së Sarajevës që u kërkuan nga Thaçi 2 javë kohë për të konsultuar me komandantët. Pra, nuk ishte Thaçi ishte drejtues politik, nuk ishte Thaçi që kishte vendimmarrje. Po ti marrë se ai fliste aty në Rambuje dhe mbylli puna, nuk vinte të kalonte pastaj nga Kroacia apo nga Shqipëria, nga kaloja ai për të shkuar për të takuar dhe për të bindur komandantët të cilët ishin kundër kësaj dhe arriti të bindin. Pra, po ti ishte strukturë e unifikuar, strukturë hierarkike komandimi. Ata, shiko, unë më nduk shumë banale ato provat e gjetura nga pseudoprova të gjetura nga prokuroria e Hagës. Ata si duhet se s'bën paraqitjen dhe paraqiten një akuzë, sepse ndryshe do të tregonin dështimin e sistemit të tyre, domethënë dhe duhet jepni llogari edhe për atë buxhet 100 milion euro që ka dhënë Bashkimi Evropian. Gjithsesi, Po, pak më parë, Auloni Eceku pak, tha gjithë faktori shqiptar, Kosovë, Shqipëri duhet bëhen bashkë edhe pse u të drejtohen me një kërkesë Donald Trump për të pasur një lloj qëndrimi për atë që po ndodh në Hagë. Në fakt, Grenell ka folur në statuset e tij në rrjetet sociale, shpeshherë ka qenë drejt për drejt me tribunalin e Hagës. A mund të ndodhë diçka e tillë? Pra çfarë impakti do të kishte ndërhyrja një deklarate Donald Trump? Sa ka gjasa që të ndodhë kjo? Nuk e dim se çfarë efekti mund t'japi. Kjo është një gjykatë që është financuar nga Bashkimi Evropian. Unë duke patur parasysh këto raporte BE, SBA në këto momente me BE Trump, me Shati SBA, në këto momente do isha pak i rezervuar në një rezultat të pritshëm. Por unë mendoja tjetër gjë, do mendoja që duke qenë se kjo u krijua me një vendim politik, si gjykatë politike, atëherë ato aktorë politikë që kanë vënë në funksion, që këtu kanë qenë edhe amerikanët, ka qenë pikërisht ai prokurori që mori të pandehur presidentin Trump, sepse në një farë mënyrë çorpën më të madhe ai e bëri në këtë sistem, domethënë se një prokuror tjetër përpara nuk që u tregua tamam jurist, u tregua i aftë që nuk ka mundësi për të ngritur akuzë. Kështu që faktor tjetër politik dhe në këtë rast këtu mund të hyjnë loj Shtetet Bashkuara të Amerikës, por kjo gjykatë unë do të quaja që një investim më i madh ishte tek mbrojtja.
tek mbrojtja, sepse do ketë edhe të shkallë dytë, do ketë edhe pra, nëse nuk po marrim rastin fatkeq, rastin më të keq, domethënë që vendimet do të qëndrojnë, po do kalohet edhe në përpas atje. Gjykata pastaj këtu do zbrahen gjitha bateritë profesionale, shteti i Kosovës, shteti i Shqipërisë, duhet me ato studiot avokatisi, me studiot e mbrojtjes që kanë, të kërkoj tjera akoma më të mira, në mënyrë që ato gjysmë prova që ata kanë mbledhur të shiko, në shkallë dytë nuk merret kush shumë, ai shep nuk merret ka ndodha apo jo ngjarja. Ai merret me këtë, domethënë janë apo jo prova të marra në rrugë ligjore saktë. Asnjë nga ato prova nuk është marrë në rrugë ligjore. Duhet provohet fakti që këto janë të prokurisë serbe të krimeve të rënda dhe janë të inteligjencës serbe. Dhe janë provat e paraqitur nga inteligjenca serbe. Lista dëshmitarëve është paraqitur nga inteligjenca serbe. Pra, këto duhet punonte edhe Agjencia Kosovare e Inteligjencës. Pra, duhet gjithë shteti të ishte hedhur në këmbë, të ishte ngritur në këmbë për këtë problem. Po, Aulon, ditën e djeshme deklaratë pavajësie për ish-krerët e UÇK-s u votua unanimisht në Kuvendin e Shqipërisë. E tha zoti Shalaj që jam skeptik përsa i përket ndërhyrjes Donald Trump Shtetet Bashkuara të Amerikës, megjithëse kanë qenë faktor në ndërtimin e kësaj gjykate. Nga tani edhe në vijim, çfarë mund të bëjmë? Ndoshta mund të japim suport më të mirë juridik, çfarë? Donald Trump nuk ka qenë në formimin e kësaj gjykate, përkundrazi. Pse thashun Donald Trump? Njerëz që kanë sulmuar Donald Trump me procesin Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë qenë iniciator të kësaj historie, duke shfrytzuar dhe këtë moment Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ne dim shumë mirë se çfarë personazhi është Donald Trump dhe pa diskutim që në rast se dënohet Ushtria Qërimtare e Kosovës, dënohet NATO, dënohen Shtetet Bashkuara të Amerikës, dënohet Britania e Madhe, dënohet Bill Clinton, Tony Blair, gjithë këta personazhe relevant politikës botërore që e kanë pritur politikën e Kosovës në Shtëpinë e Bardhë, në kabinete të tjera, në takime të tjera, gjithë ambasadorët e tjerë. Duke qenë se çështja mund të shtrohet në këtë lloj forme dhe Bashkimi Evropian nuk e ka autoritetin në gjykimin tim që ta zhbëj këtë lloj gjykate politike, sepse Bashkimi Evropian është një entitet që nuk luan bashk. Ka një apo dy shtetet e tjera kanë një rrëmuj me njëra tjetrën. Ne kemi një faktor të fortë që i përgjigjet drejt për drejt politikës ndërkombëtare dhe kësaj gjykate që janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Duke shfrytzuar dhe marrëdhënien në pozitive që ka presidenti e Kosovës me presidentin e Shtetet Bashkuara të Amerikës, duke ngritur në këmbë politikën shqiptare të Maqedonisë Veriut, faktorin shqiptar gjithmonë, të Kosovës, Medveq, Preshef, Bujanov, Çakati, kryetar komune, deputet e tjerë, duke u ngrit në një front përbashkët, siç kemi vendosur në pikpyetje ekzistencën tonë në shumë kohë 100 vite më parë, sepse është pikërisht ky rasti, pavarësisht se jetojmë kohë moderne. Neve sigurisht që baltosim luftën tonë këtë rast. Atëherë, në rast se ne nuk bashkohemi dhe t'i drejtohemi presidentin Trump, për këtë nuk do ketë asnjë lloj shpëtimi. Po ja u them me sinqeritet, rruga këtyre është marrë tani. Prandaj unë mendoj që me mjete Deus ex machina, pra na duhet një zgjidhje Deus ex machina, na duhet një ndërhyrje. Në këtë moment ama do të krijonte një precedent të rrezikshëm, do të ishte një anshme apo jo? Po kishte pretendime nga krau tjetër. Përballë padrejtësisë që po i bëret këtyre njerëzve dhe jo vetëm atyre kanë individëve, gjithë baltosjes që merr Shqipëria, Kosova etj, epopeja UÇK-s, pa diskutim që kjo ndërhyrje është domosdoshmërie, është imperativ i kohës. Pra, në rast se nuk do kemi një ndërhyrje të tillë, unë po them përfundimi dihet shumë qartë. Siç e ka nisë kjo lloj gjykate me akuzat montuara, aty në atë do shkojmë, sepse këta duan të balancojnë që Serbia dhe Kosova kanë të dyja faje të tjera. Ndërkohë nuk është kështu situata. Pra i bie që edhe NATO dënohet, edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës dënohet. Ne duhet luajmë me këtë lloj sentimenti tani. Qartë. Profesor, një pyetje të fundit, larg qoftë nëse ish-krerët dënohen, çfarë do të prodhonte kjo për Kosovën, për Ushtrinë Qërimtare? Ka patur, ndërkombëtarët kanë patur mendimin, atëherë kur u miratua apo kur u inicua si gjykatë që kjo, domethënë, zhvillimi apo konstituimi i kësaj gjykate do të mundsonte që do të leçonte më vonë edhe do të çonte drejt pajtimit të serbëve me shqiptarët, domethënë mendohen, por apo do ta leçonte edhe dialogun. Asnjëra dhe as tjetra nuk do ndodhet përkundrazi, këto do acarohen akoma më tepër. Gjithsesi kanë kaluar 25 vite nga zhvillimi i luftës dhe duhet një angazhim i madh për mbrojtjen e kauzës dhe do të jetë shumë mirë që ky gjyq të shkojë drejt përfundimit me pafajësinë e tyre. Në këtë mënyrë, pra gjykata e kreu funksionin,
Pra, këtu edhe shqiptarët në këtë rast do dalin që e mbështetën drejtsinë, i dhanë autoritetin e duhur, i dhanë me shiko, është e vetmja gjykat në botë, apo dhoma specializuar, s'u po i them gjykat për shkurt, është e vetmja gjykat që merr përsipër të gjykojë atë strukturë që krijoi shtetin e vet. Pra, gjykata penale, kjo gjykat, domethënë, po autorizoi shteti i Kosovës, autorizoi krimin e kësaj gjykate për të hetuar krime lufte të kryera nga ushtria qendrore, ushtria e cila krijoi shtetin e Kosovës. Ky është rasti i vetëm dhe nuk besoj se do të ndodhi më rast tjetër. Pra ka një nonsens, profesor, në gjithën këtë. Shpresojmë shumë që gjithçka të shkojë mirë për ish-krerët e UÇK-s. Profesor, falenderoj shumë për ndërhyrjen tënde. Faleminderit. Mbrëmje të qetë, Aulon, faleminderit. Shkëputemi, rikthehemi për pak. Deputet të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut kanë dorëzuar sot në procedurë parlamentare propozim rezolutën për respektimin e standardeve të procesit të rregullt ligjor në gjykimin ndërkombëtar ndaj ish-krerëve të institucioneve të Republikës Kosovës. Kjo rezolutë mbështetet në parimet kushtetuese dhe në standardet ndërkombëtare të drejtësisë, duke riafirmuar përkushtimin ndaj shtetit të së drejtës, pavarësisë së gjyqësorit dhe respektimit të plotë të drejtave themelore të njeriut, ashtu siç përcaktohen në Konventën Evropiane për të drejtat e njeriut, Paktin ndërkombëtar për të drejtat civile, për politik dhe Deklaratën universale për të drejtat e njeriut. Nëpërmjet kësaj nisme parlamentare kërkohet që proceset gjyqësore që po zhvillohen pranë dhomave të specializuara të Kosovës të zhvillohen në përputhje të plotë me standardet më të larta ndërkombëtare, duke garantuar prezumimin e pafajësisë, mbrojtjen efektive dhe gjykimin brenda një afati të arsyeshëm për të gjithë të akuzuarit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës po dërgojnë aeroplan mbajtësen më të madhe të marinës amerikane në lindjen e mesme, duke ringjallur skenarët për një sulm të mundshëm ndaj Iranit, sipas Wall Street Journal, duke cituar 2 zyrtarë amerikan. Aeroplan mbajtësja US Gerald Ford po drejtohet drejt rajonit pas disa muajsh operacionesh në Karaibe dhe Mesdhe, thuhet në raport. Atje do t'i bashkohet anijes luftarake US Abraham Lincoln dhe 9 anijeve të tjera luftarake që tashmë operojnë në lindjen e mesme. Kujtojmë që presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, la të hapur mundësinë e një marrëveshje me Iranin në të ardhmen e afërt, ndërkohë që ruajti retorikën kërcënuese kundër Teheranit. Në mënyrë specifike, Trump tha se duhet të arrijë një marrëveshje, përndryshe do të jetë shumë traumatike dhe theksoi se do të bisedonte me Teheranin për aq kohë sa të dëshirojë. Një marrëveshje mund të arrihet muajin tjetër, shtoi presidenti amerikan. Ndërkohë që presidenti i Shtetet e Bashkuara të Amerikës Donald Trump lë të hapur bisedime diplomatike me Iranin, duket se presioni i Izraelit është i vazhdueshëm. Në vizitën e fundit në SBA, midis Benjamin Netanyahut edhe presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kemi një përqasje të re përsa i përket këtij konflikti, nëse mund të quhet i tillë, midis SBA-ve dhe Iranit. Për këtë, por jo vetëm, me kënaqësi do të bashkëbisedoj me gazetarin e mirënjohur Robert Papa. Zoti Papa, të përshëndes. Përshëndetje. Kënaqësi. Për ju, çfarë prodhoi vizita e Benjamin Netanyahut në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Flitet për presion të madh për të sulmuar Iranin, pra për ndërhyrje ushtarake. Qëndron? Netanyahu nuk i bën dot presion Trumpit. Trumpi këtë radhë u tall me Netanyahu, firmosi për bordin e paqes me Rubion, jo me Donin e madh. Takimi edhe pse zgjati 3 orë, nuk pati pompozitet, nuk pati kamera. Netanyahu u fut nga dera anësore e shtëpisë bardhë. Natyrisht ka shkuar me dosje nga Mossad për të bindur Trump që të godas ushtarakisht. Trump kërkon që të zgjidh me diplomaci fillimisht, por është treguar i zgjuar këtë radhë. Në bisedime ka dërguar një general, komandantin e më të lartë amerikan, e ka përdorur këtë taktik me Venezuelën,
gjithashtu ka dërguar shefin e marinës në bisedimet për Ukrainën dhe Rusinë. Pra Trump nuk beson tek diplomacia e diplomatëve skolastik, por të generalet e tij. Natyrisht që Netanyahu ka diçka që nuk shkon, ai kishte planifikuar vizitën në 18 shkurt, dhe kjo bënte që të ishte, në qoftë se do të ndodh takimi i bordit paqes, të ishte në tryezë. Nuk ishte firmosur, erdhi përpara kohe, firmosi por me Rubio në me Trump, pra askush nuk mund të ketë ëndra, as Rama se mund të firmoset me Trump, dhe është kthyer. Natyrisht që me Iranin nuk është aq e lehtë që të ndodhë një sulm i madh ushtarak. Mund të ketë goditje me raketa si herën e parë, mund. Por gjithë trysnia është të detyrojnë Ajatollahun të largohet. Ka zëra se ai ka ofruar $100 milion për të shkuar në Moskë, të njëjtën gjë që bëri diktatori i Sirisë. Megjithatë që Trumpi ka dëshirë të lërë të dyja, MAGA nuk do luftë, do të ishte mirë të arrinte një fitore diplomatike për të, që Irani të pranonte, por Netanyahu ka shtuar tek lista se çfarë duhet të pranojnë drejtuesit teokrat të Iranit. Mbas 40 vitesh po ndodh thuajse e njëjta gjë. Edhe kur është larguar Shahu, populli është quar masivisht, janë vrarë me mira vetë. Por këtë radhë, siç ka thash herën e kaluar, janë persët, nuk janë minorancat, ata që u ngritën, u zhgënjyen nga një premtim i rrem i Trump, janë vrarë më shumë se 30.000 vetë, siç thuhet, dhe i është dërguar rreth 6.000 linjët Starlink për internet. Tani jemi këtu, por kur Trump ofron anijet e mëdha ushtarake, unë gjithmonë them, kini frikë të shtunën, sepse ai të shtunën dhe godet kur mbyllet Wall Street. Qartë. Thatë, nuk është edhe aq e lehtë për të goditur ushtarakisht Iranin. Pse mendoni kështu? Irani ka ushtri të madhe, ka armatime dhe këtu hyn lojë Netanyahu. Gjën e parë se ai fëmijë e vogël që po ti më gjuajt e mua, në gjuajt aty fëmijës atje, e pëson, edhe pse ka një mbrojtje kundër Eurodom, sikur 3% të raketave të jenë efektive, Tel Aviv pëson dëme shumë të mëdha. Natyrisht që mund të shkatroj, siç ndodhi herën e parë ku nuk kishte thuajse mbrojtje kundërerore, por që të fus trupa në tokë nuk ndodh. Nuk ndodh se MAGA nuk e pranon kurrë. Aq më tepër që Irani është shtet, ka ushtri. Natyrisht nuk mund përballet me një agresor të madh si Amerika, por janë dhe vendet arabe të cilat nuk duan që të plotësohen kërkesat e Iranit, dhe duam apo s'duam, ajo teoria e Obamës ta kemi Iranin për të luajtur me vendet arabe, mbendet ende. Qartë. Zoti Papa, ditën e sotme zhvillohet konferenca e sigurisë në Myni. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste ka ndarë në rrjetet sociale një takim me Grenell, e ka falenderuar shumë për mbështetjen që ka dhënë për ish luftëtarët e UÇK-s. Tani gjithmonë më shumë po përflitet kjo e një deklarate të mundshme, ndoshta edhe nga Donald Trump, për atë që po ndodh në tribunalin e Hagës, duke qenë se po shkojmë në disa momente shumë delikate të procesit të zgjatur gjyqësor me paraburgim disa vjeçar ndaj ish-krerëve të UÇK-s. Ka gjasa të ndodh kjo, pra mund të jetë në sinkron me Grenell, Trump? E para një Grenell është pa punë, është mbyllur qendra Kennedy, ajo që ka qenë këshilltar nuk është më sepse Rubio e spostoi, takimi duket sikur është takim gejsh në një korridor pa në rëndësi të madhe. Grenell nuk ka më potencë tek sferat e zotit Trump, fatmirësisht për ne. Në këtë rast, në qoftë se ka thënë këto që thot Balla, që unë nuk e besoj, natyrisht që çdo shqiptar duhet të jetë kundër vendimit të asaj gjykate, aq më shumë që në midis Serbisë dhe shqiptarëve të Kosovës ne jemi viktima. Që të dënosh 4 vet nga shqiptarët, duhet të kesh dënuar 500 ose 1000 nga serbët. Megjithatë është një kërkesë e prokurorit, le të presim verdiktin që do t'i japi gjykata. Amerika nuk e njeh atë gjykatë. Kjo dihet. Që do të ndërhyjë Trump të bëjë një deklaratë, nuk jam i sigurt, do të ishte me të vërtetë një lajm shumë i mirë, por ne nuk e kemi atë lloj lobingu si shqiptarët e Shqipërisë, si shqiptarët e Kosovës. Në qoftë se do të realizohej kjo, ishte një fitore morale. Qartë. Në tërësi, dua një opinion tëndin për atë që po ndodh në Hag, zoti Papa. Duhet thjesht, unë them që një holandez nuk e kupton kur mentalitetin e traditave shqiptare, se si ndodhin gjërat midis shqiptarësh, si unë si shqiptar nuk e kuptoj kur mentalitetin e një vendi amoral si është Holanda. Dhe këtu mbaron.
Qartë. A flitet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për dosjen Epstein as që sa flitet në Europë edhe në Ballkan? Fatkeqësisht, po. Por më shumë nga media e majtë, që ka probleme nuk diskutohet. Janë hapur vetëm 3 milion files, janë dhe 3 milion files tjera. Emri Trump del në 5.000 dosje, përmendet 38.000 herë, a përbën kjo krim? Politikisht të dy akrat kërkojnë ta përdorin. Por ajo që mua më shqetëson është që tregon zvetnimin moral të klasës politike. Në atë dosje janë ish kryeministra, ish ministra europian, kongresmen, parlamentar, e turpshme nga të dy akrat. Kanë kryer krime me fëmijë, nuk ka rëndësi qoftë Donald Trump. Trump fillimisht nuk donte të hapej dosja. Deri tani nuk ka ndonjë akuzë që ta ngrejnë në nivelin e krimit. Por Trumpi nuk donte, votuan 6 republikan dhe me ndrimin e Kongresit, në qoftë se demokratët do të marrin Kongresin, do të ketë hetime. Në një hearing që pati, prokuroria e përgjithshme pati një nivel jo profesional. Dhe disa kongresmen kanë nxjerrë emra shtesë, oligarkësh, biznesmenësh, tregon një plagë shumë të madhe të pushtetit politik, të njerëzve të pasur, diçka që del në sipërfaqe. Jo se, por shumë thonë pse nuk i hapi administrata Obamës dhe Bidenit. Sepse ka shumë nga e majta. Më shumë janë nga e majta. Bill Clinton e dinin gjithë, po dalin emrat biznesit, dhe është një gjë që këtu media nuk falë. Janë dy media, ekstremi majtë CNN-i, ultra e majtë, ekstremi djathtë Fox News. Varet se si e shikon. Por për mendimin tim duan të spostojnë vëmendjen nga problemet reale që ka Amerika, nga ekonomia, nga Gaza, nga Ukraina. Trump mundohet që ta spostoj sa më shumë, po ka njerëz ti, sekretari tregtisë, del emri atje. Dhe Trump thot nuk e di, nuk ka mundësi mos të di. Steve Bannon, janë shumë emra dhe deponimi që do të kryej Bill Clinton me Hillary Clinton mund nxjerrë gjëra tjera nga kjo dosje që çfarë pret nga deklarata e Clintonëve? Clintoni është jurist i zgjuar. Më shumë do ta psojnë republikanët se sa do të fitojnë. Do të ketë sulm politik, domethënë. Në çdo gjë. Clintoni ka mbaruar Yale University, ku nuk është në nivelin e këtyre. Dhe ai di, ku nuk ka fakte për krim, nuk e shtua që ai ana morale e presidentit Clinton dihet, nuk është to skandale seksuale të kryera nga ai. Pra, nga të gjitha emrat që kanë dalë, te Clintoni asnjë nuk tha wow. Kjo diej. Dhe natyrisht është klani i Sorosit, janë ata njerëz që miliarda dollar, problemi është që Epsteini ka qenë i Mossadit. Është reagim politik për të bërë presion për kongresmen, senator, politikan. Këtu është Chelsea. Ka bërë dëm, dhe pas janë miliarda dollar. Ju aludoni se ka qenë pjesë agjenturës së Mossadit. Ka bërë dëm për Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Nuk e aludoj unë, kjo është dëm me fakte. Një mësues matematike që nuk ka mbaruar college, si mund të bëj me miliarder. Ajo dihet që është shfrytzuar dhe këtu është pranuar. Po mund të jetë agenti trafisht. Por fundi i tij ishte i merituar. Çfarë dëmi ka bërë Shëbave? Dëmi ka bërë sepse ti votohesh në Kongres dhe në Senat për të mbrojtur interesat amerikane, jo të Izraelit. Ka dëm të madh se kjo? Jo të gjithë, natyrisht. Qartë. Zoti Pava, për ju, nëse do të bënit një sintezë të këtij personazhi, pra për Jeffrey Epstein, si do ta etiketonit atë? Përveç se mësues, financier e tjera si këto. Epstein, një figurë e ndyrë e përshtirë. Kaq. Nuk ja blen të flasësh as një sekond për figura të tilla. Do të rrëzoj dikë nga politika apo qoftë edhe nga biznesi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Kanë filluar të largohen nga biznesi. Në Evropë pati shkundit të mëdha te kabineti i kryeministit. Do ketë pa diskutim, edhe këtu kush është i përfshirë nuk votohet më. Por vetëm 3 milion janë hapur 3 milion files dhe ka shumë redacted. Janë redaktuar emra. Kur të dalin gjitha do të ketë pasoja. Por ato vajza që janë viktima kanë të drejtë të kërkojnë drejtën e tyre. Qartë. Përfshirja e Kosovës, e Shqipërisë, e Malit Zi, do të ketë një lloj impakti apo? Ja, nuk kemi në apo janë vetëm emra që citohen gjatë komunikimeve? Ja, janë sa punëtor, nuk kemi. Për shembull, kur është Soros s'ka si mos ishte Rama, po nuk janë 3 milion files është vështirë t'i gjesh. Skandalet e politikës shqiptare janë nuk shkojnë tek Epsteini, po janë skandalet me McGonigal, Sinaloa, dosjet e mëdha. Sot u përsërit Davos.
të çosh Davlant Ballën në konferencën e Muniut dhe mos jetë lideri global, unë se kuptoj, një izolim nga të gjithë. Ashtu si u tallën Davos, ndodhi përsëri. Ishte Grinell, do të shkonte të kërkonte një foto me G.D. Vance, por G.D. Vance nuk ishte këtë vit. Këtë vit e drejton Rubio. Dhe tjetra, kanë uruar Kurtin për zgjedhjet, kanë uruar Bangladeshin. Ramën se uroi kush? Është më izoluar se kur. Vinë zyrtar amerikan, nuk e takojnë. Pse? Zyrtari takoi Began, ministrin e drejtësisë, ministrin e brendshme dhe të spakut. Çfarë ndodh? Ky është skandali më i madh me kryeministrin e Shqipërisë, i cili ëndron që të vite tek takimi i Bordit të Paqes. Po të kishte një ftesë, do ta kishte nxjerrë me vrap si herën e parë. Askush nuk e di se çfarë do të ndodh. A do të mbahet Bordi i Paqes 19 shkurt siç është thënë, sepse Shtëpia e Bardhë nuk ka bërë deklaratë, dhe cilët do të ishin aty? I vetmi që ka pranuar ftesën është Orban. Dhe Orbani po i bën një nder të madh Rubio duke bërë vizitë në Hungari, duke e mbështetur përpara zgjedhjeve, do të bëjë një ndalesë edhe në Slovaki. Të dy vendet janë miqësore me Putinin, blejnë naftë, por e djatha mbështet ato forca që janë miqësore me zotin Trump. Një lajm pozitiv këtu është që grupi i strukturuar kriminal Soros do të ketë arrestime masive. Hetimi është shumë i thellë. Dhe nga burimet që kam unë, arabët janë larguar nga Sazani. Ky është një lajm shumë i mirë po të ketë ndodhur. Por besoj se ka ndodhur. Mbetet për tu parë. Mbetemi pak tek Bordi i Paqes. Tani, kryeministri le të kuptohet se do të firmoset. Në gjykimin tuaj, do ta bëjë këtë me Trump apo me Rubio? Me Rooseveltin. Me Rooseveltin do ta bëjë, ose me Obama. Zotri, Netanyahu nuk firmosi me Trump. Si mund të ndrojë një kryetari i një vendi të vogël si Shqipëria që nuk e takon asnjë zyrtar i departamentit amerikan? Si dihet? Doni nuk ulet më. Nuk ul, ja, s'ka ata ta them se është kryetësi për nivelit Netanyahu? No way. E kishte Spiro Palin këtu. Mund firmoste ajo. Makin gafash e quajnë dhe këtu. E pritë një nivel shumë i ulët në departament. Peleshin e pritën me flamuj, shefi i shoferëve dhe i prapavijës, Rigas. Kurse Spiro Palin e priti nën sekretarja për politikën, si dikur Mejdanin. Ti kur je ministre e jashtme, takon sekretarën e shtetit. Kishin kërkuar takim me Rubion, ja refuzuan. Tani që të vi tek Bordi i Paqes, mund vi dhe Begaj, sepse zyrtari amerikan aty të takoj, nuk e dim. Rama e dëshiron që të vi të marrë sadopak oksigjen. Por më shumë do të jetë takim për mbledhje fondash. Në qoftë se Rama do afronte $100 milion, $200 milion, do të ishte në tryez. Do të jetë bordi ekzekutiv, Kushner, Witkoff, dhe do të jenë dhe antarë të bordit të Paqes që ishin vetëm 20-22 vende. Administrata nuk njeh historinë. Në 19 shkurt fillon muaji i Ramazanit. Vendet arabe që kanë xhepat e fryrë nuk e lënë Ramazanin. Erdogan do dërgoj ministrin. Pra nuk e dim çfarë niveli do të ketë. Nuk ngjet në Shtëpinë e Bardhë. Do të bëhet tek godina Instituti i Paqes, që ka marrë emrin Instituti Donald Trump. Në qoftë se ndodh në 19 shkurt. Por siç e kam thënë, janë disa media që e ka dhënë lajmin, Shtëpia e Bardhë nuk e ka pranuar, nuk ka kthyer përgjigje, por mund ndodh. Siç ndodh me Trump, një takim do të kryhet. Por është spostuar nga ideja e krijimit të një OKB-je, edhe pse qarti e tregon qartë që këtë synon. Po ka lëkundje Mitsotakis si mund xhampi dhe të firmos, as Franca, as Gjermania, as Italia, as Britania e kanë refuzuar. Dhe kjo vendos Ramën në një pozicion të vështirë. Ndaj nuk është as në konferencën e Muniut. Sepse tani është bëri pa dëshiruar edhe për Macronin, dhe për Merzin, dhe për Britanikun. Se me Amerikanët ka kohë që nuk ka shkelur në Washington. Zoti Baba, të falenderoj. Përshëndes nga Tirana. Kënaqësi. Gjithashtu. Do shkëputemi për fare pak. Rikthehemi. Një peticion online ka nisur të qarkullojë duke i bërë thirrje UNESCO-s që plisi shqiptar të njihet zyrtarisht si pasuri kulturore dhe të përfshihet në listën e trashëgimisë kulturore jo materiale. Sipas nismëtarëve, njohja ndërkombëtare e plisit do të ndihmonte jo vetëm në ruajtjen dhe përcjelljen e trashëgimisë kulturore të brezave tek brezat e ardhshëm, por edhe në rritjen e ndërgjegjësimit për vlerat shqiptare në arenën globale. Peticioni u bën thirrje qytetarëve që të bashkohen në nënshkrimin
e përbashkët në mënyrë që kërkesa për njojën e plisit nga UNESCO të marrë mbështetje sa më të gjerë dhe të kontribuojë në mbrojtjen e kësaj trashëgimie për shqiptarët dhe për komunitetin global. Plisi është mbajtur nga shqiptarët, duhet thënë për shekuj me radhë dhe mbart një rëndësi të madhe kulturore për ne, ai mishëron traditat tona dhe lidh çdo brez të ri me paraardhësit e tyre, duke forcuar më tej unitetin dhe krenarin ton kombëtare. Në një epokë ku globalizmi shpesh i lën hije identitetet unike kulturore, është thelbësore që të ndërmarrim hapa për të ruajtur dhe promovuar simbolet tona. Në këtë rast, Plisi, i cili do të nënshtrohet një peticion i cili ka nisur online për të bërë pjesë e UNESCO. Shpresojmë shumë që të ndodhë kështu. Do të mbetemi tek Plisi për të kuptuar vlerat historike, traditën, rëndësinë që ka për popullin ton. Do të kemi një lidhje drejt për drejt në këto momente me Xhemaledin Saliu, nismëtar i peticionit për Plisin. Zoti Saliu, të përshëndes dhe falenderoj shumë. Faleminderit, ju përshëndes dhe juve. Në studio jam avokat Agroni Sa Gjedian. Zoti Gjedia, faleminderit. Misho Gjedën, kënaqësi që marrë pjesë këtë emision në këtë televizor për herë të parë. Faleminderit shumë. Më lejon që ta nis me zotin Saliu të marrë një opinion të parë, duke qenë se është edhe online. Zoti Saliu, doja të pyesja, çfarë rëndësie ka për popullin shqiptar, për ju veçanërisht jeni nismëtar i peticionit për Plisin, ky simbol kombëtar? Ka një vlerë dhe një rëndësi të madhe për të gjithë shqiptarët, posaçërisht edhe për shqiptarët e luginës Preshevës. Neve si luginë e Preshevës jemi ndër nismëtarët, sikur që është nga Kosova, artisti Ismet Krasniqi Lala, sikur që është nga Shqipëria Tirana, avokati Agron Isa Gjedia me shoqatën e tij bytyqase, sikur që është nga Maqedonia e Veriut shoqata Pellazgët e profesorit Shefki Islami. Kjo nismë ka fillu shumë herët që Plisin ta dërgojmë në UNESCO, po edhe të përcaktojmë një ditë të festës së Plisit që do të jetë mbarkombëtare. Kështu në Preshev, më 2023, u mbajt një konferencë shkencore ku morën pjesë studiues të Shqipërisë, Maqedonisë së Veriut, Malit Zi, Kosovës e luginës Preshevës. Aty e nënshkruam një marrëveshje, një memorandum për bashkëpunim kulturor, ku nënshkruam këto shoqata të cilat i përmenda, por posaçërisht ta motivojmë shqiptarët që ta nënshkruajnë këtë memorandum, këtë peticion për në edhe ta vazhdojmë të ecë deri në UNESCO, që në UNESCO Plisi i bardhë të shënohet si vlerë botërore, posaçërisht si vlerë kombëtare shqiptare. Aty u nënshkru, por e vazhdu në këtë punë, këtë aktivitet, kështu me 2023 në Jonik të Kosovës, edhe ne si shoqata, po edhe të gjithë pjesëmarrësit e nënshkruan një peticion të tillë, një kërkesë për në UNESCO, e pastaj vitin e kaluar me 2025 në Krujën legjendare, shoqata bytyqase organizoi një manifestim, ditën e Plisit të bardhë, edhe aty nënshkruan të gjitha shoqatat që ishin të pranishme aty, po edhe të gjithë pjesëmarrësit, kështu që aksioni vazhdon deri në përcjelljen e kërkesës tonë që Plisi të pranohet në UNESCO, edhe të krijohet një vlerë botërore, vlerë kombëtare për të gjithë njerëzimin. Qartë, zoti Saliu ju përmendët disa nga arsyet, sepse duhet të jetë jo vetëm në UNESCO, por edhe sepse është e lidhur me traditën shqiptare. Unë do të shkoj edhe më tej, ne Plisin e vendosim në ndeshje futbolli, e vendosim në festa familjare, e vendosim madje edhe në protestën e fundit, pash shumë qytetarë që protestonin me Plis. Zoti Gjedia, ju jeni, le themi, nismëtari kryesor i këtij peticioni online. Këto do më jem keq kuptuar.
Ne për sa i përket peticionit online, kemi informacion vetëm nga media, nga shtypi, për arsye sepse ky peticion nuk e di kush organizon, dhe për ne është, si thosh, është kashtë mbi tjegulla. Qofse bëhet fjalë për me çu diçka në UNESCO, duhet procedura, duhen dokumenta, duhen fakte. Siç edhe e keni, të firmosura fizikisht, po thoni. Po edhe peticioni online ndihmon madhomendje, apo? Absolutisht jo. Jo, pse? Jo, vetëm thjesht sensibilizon opinionin që po flitet për diçka, flisim, vetëm kaq. Sepse normalisht kur kemi filluar për herë të parë, domthonjë që ta marrim qasje, ta marrim diskutim plisin i cili po reduktohej, edhe po tretej, po harroj, kemi pas parasysh disa element. Jenë radhë parë të bëjmë aktualizimin e tij. Se nëse për shembull diskutohet për me dërguar plisin në UNESCO si pasojë vlerë botërore që vjen nga Shqipëria, ai duhet të jetë në përdorim. E për qenë përdorim, normalisht duhet të reaktivizohet dhe reaktivizimi ka ja për shembull. Unë e thash për shembull që është në përdorim. Përdoret. Pikërisht tani ka filluar. Fillimisht në vitin 2010, në 2011 është këto plisi bardh simbol me rëndësi kombëtare që duhet rujt e trashëguar ndër breza. Në vitin 10 kur kemi injecuar për herë të parë me nxikim bë 3 plisa. Dhe 3 veta domon me 3 plisa sepse nuk gjinej plisi, nuk gjinej as në treg. Si? Ne sot prodhojmë plisa? Ka sipërmarrje, ndërmarrje? Nuk gjinej në treg dhe si e tillë kem gjetë 3 edhe e quajtur diçka domon të kaluar arkaike për ta vendosur në kokë. Dhe me zje marrin në kokë. Qartë, tani si u kthyen në trend? Nga aty pikërisht, ne themeluam festën e plisit bardh. Festa e plisit bardh që nisën për të shpallë festë bardh kombëtare, e cila domon gjeneronte shumë aktivitete. Një nga ato ishte edhe mbartja e plisit. Erdhe duke masivizuar. Deri në atë pikë sa përfundimisht arritën që të marrin pjesa më e madhe e pjesëmarrësve në festë, ta marrin plisin. Po, shkyer në trend mandi sepse kanë parë që të përdoret edhe nga të rinj, po të lutem, doja që të kuptonim rëndësinë e plisit në popull, origjina e lashtë, edhe çfarë personifikonte dikush që vendoste plisin në kokë. Për çfarë përdoje aso kohë? Kjo na ka imponuar që ne ta kthejmë në aktualizim dhe të marrin masivitetin siç e bëri sot. Plisi në radhë parë është përdor masivisht nga shqiptarët, gjithandaj. I përket vetëm shqiptarëve apo le themi përfshin edhe Ballkanin? Ne po flasim për shqiptarët. Qartë. E para, e dyta. Se ka një tezë që thotë ndryshon pak në formë në krajinat ndryshme. Për shqiptarët, për shqiptarët po prapë mbetet. Baza e këtij petku është domon kjo vezakja, që quhet plis. Vezakja, që kemi pas shpinës tënde, po më thatë pas temën e Shqipërisë. Vezakja që quhet domon plis, në zonat, për shembull Trapoj e quajnë kapele. Kapele, pra ka qenë një kapele thjesht kohë më parë. Por kapuçi, domon pse thonë na kapuç, nuk do të thotë që do t'i thonë gjithë kapuç. Ama ky ka bazën nga lashësia, e ka qysh nga koha pellazge. Dhe është quajtur plis. Pavarësisht që ka derivate, rrugës, domon ka pësue ndryshime, stilizime, si mas zonave, e krajinave, njëkohësisht edhe ka emërtime të ndryshme, por baza ngelet gjithmonë plisi vezak. Pra vishe i rëndom nga të gjithë? Jo rëndomt. Vishi për krenari. Për krenari, pra këtë, çfarë personifikonte, çfarë tregonte mbajtja e plisit? Ka hipoteza, ka guedhona, ka legjenda, dhe thuhet që jeta ka ardhur në tokë nga veza kozmike. Kjo është gjysmë veza kozmike. Ashtu? Pikërisht. Interesante, shumë interesant. Ky ka vlerë... Ata që e mbanin, çfarë mesazhi jepnin? Kryesorja është, sepse kishte 2 pozicione, krye shtruat dhe krye mulut. Nuk domon ishte quaj për turp me kalu me krye shtruat ose krye pa plis. Pra kur e vendosje pa plis? Pa plis, krye shtruat. Me plis krye mulut. Dhe ishte kaq ekstrem kjo, sa me bëma ki dëmonë që ngelesh pa plis, edhe me shumë i pi uj, duhet me vunë dorën mbi kokë, që mos ketë zbuduar. Po pse, si, ishe i turpëruar nëse nuk vendosje plisin? Po, ishte tradit, ishte bo pjesë organike e njeriut, plisi. Dhe plisi dëmonë, i në radhë pare, jo vetëm si petkë, që ka ato elementet tjë, por ka vlera historike, ka vlera etnokulturore, ka vlera shpirdnore, ka vlera kozmike. Kozmike? Po. Po kozmike pse? Për arsye sepse normalisht ata që kanë marrë plis kanë interferuar
dhe kanë interferuar se kanë nërhyr me kozmosin. I kanë besua më shumë hapësirës kozmosit, se sa do një zotje tjera me rasëm së është nga lashtësia. Dhe pretendoj që flitet ose nërhyrin me kozmosin, kur mërë e plisin dorë, e po të luteje, do kishe përparësi që të ndëgjoj lutja. Ashtu, i dërgoje mesazhe universit, po thonë. Pikisht. Edhe po të neme... Pa shumë avangarde për kohën. Edhe me nem, do me plis, ishte gjanë shumë rrallë. Edhe mu lutë me plis. Do ka pasë një vlerë polivalente. Pse nuk jeni dakord që tjetë stema e Shqiponjës në plis? Është parazitare. Pse është parazitare? Sepse plisi... Simbol kombëtar. Plisi ka simbole tjera. Po. Por simbolin do e deformon. Ja hun vlerën, ja hun kuptimin. Edhe një vendosin njëra tjetër. Pikërisht. Shqipoja është aty ku duhet. Pra origjinari është pa Shqiponjën. Plisi është pa Shqiponjën dhe është para Shqiponjës. Dhe quhet plisi bardh. Po. Nuk e dën as yllën që në gjuhën gjatë kohës. Ylli pastaj merr konotacion tjetër. Pavarësisht, gjatë luftës, më përshtat, vishin yllën. Më përshtat, gjashtë me jem popullor. Pavarësisht se rolin që ka luajtur dhe komunizmi që ka luajtur rolin komoslavizmi. Përmes yllet dhe përdorimit të plisit, ka desht të afrohet me poplin dhe të maskojnë në veprimet e tij. Pra, as yllen nuk duhet, po as Shqiponja. Pavarësisht se dy simbol janë në çmoshe mbante një burr plisin? Zakonisht kur bajnë për pushk. Për pushk, në cilën moshë? Po 16. 16 bëhe për pushk atëherë. Por, filloi përdorej masivisht, qysh nga klasa e parë. Vendosej plisi. Po. Dhe shkollat shqipe që hapen në trojet etnike shqiptare, nga Ernest Koliqi dhe Mustafa Kruja, ku hapen gjitha trojet etnike shqiptare, masivisht hera parë, që arrin të shkojnë çdo cep trojet etnike arsimi paktën fillor, pjesa më e madhe ishin me plisa. Shumë interesant. Klasa e parë, e dytë, e tretë. Qartë. Edhe më parë, në kohën e Austro-Hungarizit, që kanë pasë hapshkollat, nxënësit në fotografi ishin me plisa. Por, mosha 16 vjeç është parasysh sepse plisi dën një rregull me majt. Edhe majrimet, po tjetë majri, edhe... Cili është rregulli? Po, me majt pastër, me majt në kokë. Pse është me lesh, apo jo, me lesh? Po, me lesh, po, jo, për ka rëndësia, për ka vlera, për ka... Kështu që moshat e reja edhe nuk kanë majt. Pra ne ishte një moshë, kufi, parësisht në shkolla u futën me plisa dhe kjo u bën sigurisht. Shumë i qartë, shumë interesante gjithë narrativa që po përcjellni. Ta pyesim edhe zonin Saliu në krahinën e tij, çfarë rëndësie kishte plisi? U bë një përshkrim shumë interesant në fakt. Zoti Saliu, në planin praktik, plisi në krahinën tuaj, në zonën që ju i përkisni, për çfarë përdorej? Në çmosh vendosej ai, çfarë personifikonte dikush që e mbante në krye? Po, plisi i bardhë trashëgohet nga Jelerët. Mirë po edhe në luginën e Përshevës, në qytet, po mësën shumëti Malsin, Karadakun e Përshevës, përdorej me të madhe plisi. Madje përdornin edhe fëmijët, edhe të rinjt, edhe plekt. Ai kishte disa rëndësi, disa aspekte të vlerës për taguar në kokë. Po, ishte tek ne plisin quhet edhe qeleshe, po në Malsi edhe dikund quhet edhe qylet. Po, është fjala për plisin e parë. Po, zoti Gjedia tha, nëse nuk e mbaje në kokë, sigurisht për mosha të rritura, ishte turp i madh. Madje nëse s'kishe plisin, duhet mbaje kokën në dorë. Kur shkon të burimi. Kur shkon të burimi. Po, pjesë nuk liroj. Traditën tonë të Malsis, Karadakut, nuk qëndron kjo që duhet koka kur pijet ujë, në kokë të vehet dora. Po, është një diçka që nëna ime plak më thonë të kur të kaloj kishës, mos i shikoj ikonat, apo veje dorën në gojën edhe ndoje dorën në kokë. Plisit e na në Malsin e Karadakut, do thot në Karadakun e Përshevës, mbahej në familje. Familja, një mashkull që e kishte që nuk veshte, nuk mbante plis, ishte jo e vlerësuar.
Nëse mbanin mashkullin, mbante plis, ishte familje fisnike. Pastaj baba, prindja, apo plaku i vente djalit plisin, ja blente një plis edhe ja vente edhe ai dilte fshatit për të tregu se ajo shtëpi, ajo familje e ka edhe një mashkull. Shumë interesant. Po, në krajinën që po flasim, zoti Sediu, ç'formë ka pasur? Kemi disa versione këtu në studio, nuk e di nëse ai e shikosh. Trumbullakët. Të rumbullakët, ë? Pa bisht. Në Lugin Preshevës ka qenë forma konike, rumbullakët, nuk ka pas ndoj fije peni, nuk ka pas, por vetëm ka qenë plisi i rumbullakët konik. E kuptoj. A mund ta kishte kushdo, pra kishte kosto ta blije plisin aso kohë? Mos u mbante vetëm nga familje që kishin të ardhura, çfarë mund themi lidhje me këtë? Kishte status, pra, status ekonomik? Dëmonë në krajinat tona, edhe në madhësit, ka qenë masivisht. Ka qenë masivisht. Dëmoj baj, dhe plisit duaj ble. Ble në Gjakov, ble në Prizren, në Shkodër, ishën qele shëpunush, ose plis punush, dhe plisi, dëmonë, kur arrit të mosha, dëmonë, fëmija që vite në mosh, ishte knajsi e madhe, ishte krenari kur mërë të plisin, dhe duaj ta majoj pasër, dhe pa plisë nuk lejoj. Ne kuptova. Sot, aprovohet plisi? Biles, një moment. Në Gjakov, në një zhetari, për i thopë na, kishte ndodhur që 4 veta ishin lidhë në bas njën me tjetën. Po? Dhe thonë, kush nga ne mundet me ikë pa plis nga zetaria e dhejtë ura e Gjakovës. As kush se mërë përsipër. Njani del maj... Ishte turp? Po, ishte turp, pra nej. Njani mërë përsipër dhe sa del të pragu i derës, këthajet. Thot, gjithë Gjakova po shifte mua. Pa ishte rënjosh se plisi duj maj si pjesë organike e trupit. Pra, plisi, le themi të ipte nder, apo jo? Pikërisht. Biles tek ne, kur mërë të plis, burnohi. A që s'kishte plis, nuk quaj burë, dhe në kontinuacionin përgjithshëm. Nuk quaj si burë. Vetëm ata që ishin me plisa, quashin burë, hyqën janë në burave. Prandaj, plisi ka pas shumë rëndësi. E kuptova. Tani, dua një opinion të dyve ju, zoti Sediu në radh parë dhe pastaj do vite ju, avokat, sepse thatë, është një kasht mbi tjegull, kështu e përshkrove peticionin online, po duhet thënë një gjë që online tani gjithçka qarkullon, informacioni, por gjithashtu edhe tema të rëndësishme. Mediat, pavarësisht kontributit tuaj të madh ndër vite për të organizuar festa edhe për të pasur ditë shënuara për plisin, Jehona nuk ishte bërë kaq masive, siç ndodhi në rastin e peticionit online. Tani, më dej për këtë pjesë. Dje kom pas një takim me drejtoreshën e trashëgimisë tek Ministria. Dhe çdo gjë duhet e dokumentuar. Çfarë ju tha ajo? Në shtëpi kemi. Për shkuar drejt UNESCO-s. Kjo na intereson. Peticionet janë thjesht për sensibilitet dhe këto nuk i han UNESCO. Nuk don peticione. Jo, mirë, jemi qartë për këtë. Don argumenta, don fakte, don prova. Po ma kuptojnë dëshirën e popullit, apo jo? Populli ka pas dëshirën gjithmonë. Dhe ky peticion është, domethënë, të futesh në garë në gjerën e fundit, por pa lënë rezultat, pa lënë gjurmë. Sa e peticion ku dërzohet? Gjurmët janë e zeza mbi të barë, siç e keni ju. Ku dërzohet ai peticion? Ku shkon? Ku do shkojë? E kuptova, jam dakord. Për shkuën në UNESCO, do të kalojnë disa hapa. E kuptova. Në çfarë kemi? Po, jem pikën që normalisht kjo dosje është përgatitur për ta dërzuar tek drejtoria e trashëgimisë, e cila do ta marrë shqyrtim shpejt. Është e përmbyllur ajo dosje, me gjithçka nevojitet. Do të ketë një komision, i cili do të shohin, gjitha projet. Ka edhe proje tjera, domethënë që kanë marrë nga burime të tjera. Po është edhe kjo. Dhe këtu do të vlerësohen. Po më duket tani e kanë vëmendje Ministria që ta ketë përparësi, ta ketë në shqyrtim, ka mundësi të kalojë që elementi i trashëgimisë etnokulturore shqiptare nuk është realizuar akoma në mënyrë paradoksalisht. Dhe në UNESCO nuk shkon dot po se pati ti element trashëgimisë. Po kemi autentike apo jo, unë të pyeta që në fillim. Si? Pra, është përdorur vetëm në Shqipëri apo edhe në zonat përreth të Ballkanit? Jo, ne po flasim që ta çojmë një vlerë kombëtare shqiptare në UNESCO të bëhet pasojë botërore. E kuptova. Po është vërtet vetëm e jona apo ka qenë edhe të tjerëve pikërisht në atë kohë që flasim? Ka qenë gjithmonë shqiptarëve, për arsye sepse për shembull Malazezi ka tjetër tip kapelje, quhet kapic. Serbi ka tjetër tip,
Forma si është? Shajkac. Këtë nyshin. Se si quaj? Këtë nyshin. Për shembull, këta bullgarët e kanë shubaren. Pra janë në shojnë në formë. Katërcepisht edhe në formë, edhe në nërtim thujse. Qartë. Jemi në fund. Zoti Zaliu, të ludhem, përpara se do të përshëndes, më jep një arsye pse duhet shkojë në UNESCO. Plisi i bardhë. Duhet të shkojë sepse është një trashëgimi kulturore, jo materiale e shqiptarëve, shpirtërore e shqiptarëve, ka një vlerë të madhe, ju e bërët pyetje se a është vetëm e shqiptarëve, po djusë bulgar edhe sërb flasin për plisin, po nuk është ai plis të cilën edhe e shpjegoi avokati miku im Agroni. Kjo e plisit jo vetëm që ka rëndësi vlerë të trashëgimisë, të traditës së shqiptarëve, por në luginën e Preshevës ai është përdorur edhe në aspekte tjera për çështje kombëtare. Po ka pas edhe aspekte kur kanë dashur ta njollosin, ta përllosin e tjerë. Mirë po është përdor edhe për aspekte kombëtare, sikur më vitin 1941 në Shkup të ura e Gurit, një demonstrat është bo. Për atë po them se plisi është një element pas gjuhës ndoshta kryesor, kur çdo person, çdo individ, çdo shqiptar me plis e ka shpreh identitetin e vet shqiptar. Patjetër, kohëve të fundit është bërë edhe trend, siç e thash edhe pak më parë, në ndeshje kombëtare, por jo vetëm, shikoj tifoz me plis. Në fund doja të përcjellja gjithashtu disa volume me poezi, por jo vetëm, apo jo, himne dhe poema, të botuara prej jush. Jo, është një konkurs që është zhvilluar, domthonë organizuar nga ne. Qartë, plisi i vargutim, plisi i bardhë dhe emblem hyjnore e shqiptarisë. Po, kem edhe një studim, përmbledhje studime që del në Kosovë, dita e plisit. Dhe ka edhe botime tjera, po kaq për momentin sa arritëm që të Unë ju falenderoj shumë që ishit në studio për të folur për plisin. Ju falenderoj që na dhat mundësinë të flasim për plisin. Kënaqësi dhe uroj suksese drejt UNESCO-s. Edhe e kapitalizuar në këtë kontribut për plisin në UNESCO. Faleminderit. Zoti Zaliu, të përshëndes gjithashtu. Faleminderit, ju përshëndes edhe unë. Mbritëm në fund për lajmet më të reja nga vendi, rajoni dhe bota. Mund të shkarkoni aplikacionin e Euronews.al në App Store dhe Google Play. Programet tona mund të ndiqni edhe në radion, frekuencën 105.7. Mos u largoni, vetëm pas pak do të jeni me Mirela Milorin. Bashkë përshëndetemi këtu. Faleminderit.